zonja dhe zotëri, mirë se keni ardhur këtë të martë në Quo Vadis. Ora shënon 9:11 minuta dhe më duk një rastësi e çuditshme për të folur për ato 60 sekonda që duket se ndryshuan situatën në lindjen e mesme. Më kujtua 9:11 e Shteteve të Bashkuara që ndryshoi gjithë çështjen e sigurisë në mbar botën. Do të flasim sot ashtu sikur se keni kuptuar edhe nga inserti për situatën në lindjen e mesme. Si arritëm në këtë pikë, janë vetëm 4 ditët e para ku duket se situata vazhdon të jetë shumë e tensionuar, edhe pse sikurse ndoshta nga inserti ka folur për 4 javë presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Çfarë do të ndodhë me lindjen e mesme? Çfarë do të ndodhë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por gjithashtu edhe me Izraelin, e sigurisht edhe me vende të vogla si Shqipëria, të cilat në raport me konflikte të tilla janë gjithmonë shumë të ndjeshme. Për diskutuar për këtë çështje sot me mua në studio është bashkuar Arben Çuko, ish ushtarak. Mirëmbrëma zoti Çuko, faleminderit shumë që jeni në Quo Vadis. Avenir Peka, ekspert sigurie, mirëmbrëma zoti Peka, faleminderit shumë që jeni në Quo Vadis. Egon Loli, gazetar, mirëmbrëma, faleminderit shumë Egon që jeni në Quo Vadis, dhe Endri Tafani, analist politik, mirëmbrëma. Faleminderit shumë Endri që rikthesh në Quo Vadis. Ishte e pritshme? Ishte e punuar gati 30 vite për ato 60 sekonda që ndryshuan situatën? Nga ana operacionale, çdo operacion luftarak nis fillimisht me inteligjencë, me analizimin e të dhënave të inteligjencës. Në këtë drejtim dhe Izraeli, sidomos Izraeli, po edhe shërbimet e zbulimit amerikan, kanë shkëlqyer. Pra, kanë, siç e një operacion kështu ekselent në pak sekonda. Në sigurimin e inteligjencës të informacionit të sakt për kohën vendin e caktuar. Nga ana operacionale, luftarake, ato 60 sekondat që përmendet ju janë vetëm fillim. Ndërsa vazhdimi i këtij konflikti do të varet në aspektin politik, do të varet nga qëllimet dhe objektivat politik të Shtetet Bashkuara të Amerikës, nga vullneti i tyre, po nga ana tjetër me çfarë po shohim do të varet dhe nga vullneti dhe qëndrueshmëria e palës iraniane. Nga ana ushtarake, unë shikoj që kjo gjë në të shumtën e rasteve do të varet nga rezervat e municioneve iraniane dhe të krahut amerikan dhe izraelit. Nga krahu iranian rezervat e raketave, sasia e raketave balistike që do ketë, dërsa nga krahu amerikan dhe izraelit nga rezerva e raketave kundërore dhe antibalistike që ata kanë ofruar në teatrin e veprimeve luftarake dhe nga rezerva tyre strategjike. Mirë do ishte që të mbaronte ajo lufta, ky konflikt për ato 4 javët që thot presidenti Trump. Edhe pse 4 javë gjithsesi nuk janë pak. Jo, 4 javë për një luftë madhe, për një konflikt nuk janë pak. Shiko, dhe kush deli fituar pas 4 javësh? Kush fiton pas 4 javësh? Atë do ta shohim, po shiko, e gjithë kjo analizë që bëhet këtu në media, ky emision, kjo temë, nuk është analizë për analizë. Kjo në këndvështrimin tim, kjo është një analizë e këtij konflikti, duke pasur parasysh pasojat edhe mësimet që të nxjerrim ne shqiptarët, shoqëria shqiptare, shteti shqiptar, qeveria shqiptare. Edhe nisur nga kjo që sapo thash, ne kemi 2 drejtime kryesore. E para, që është e padiskutuar, pozicioni jonë si Shqipëri është pazgjithësisht me aleatin tonë strategjik Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Cila do qoftë vendime, sa do lloj skenarësh, vendime, diçka, ne do të jemi pazgjithësisht me aleatin tonë strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndërsa e dyta, shoqëria shqiptare, shteti shqiptar dhe qeveria shqiptare nga ana ekonomike do të marrin masa për nesër, për pasojat që mund sjell ky konflikt, për zinxhirin e furnizimeve, për rritjen e çmimit të naftës e tjera.
Ndërsa nga ana ushtarake, apo nga aspekti i sigurisë, se fjala siguri në këtë rast duhet të përkthehet thjesht ushtarake. Duhet e para shoqëria shqiptare dhe sidomos Renia duhet që të binden dhe të marrin parasysh që kjo situatë edhe kjo ndryshimi i madh i rendit botror gjërat do t'i çojnë në përshkallëzim më keq, jo për mirë. E para kjo. E dyta, qeveria shqiptare duhet të marrë masat, në këndvështrimin tim, që të rrisë kapacitetet tona mbrojtëse. Macroni tha një fjalë dje, dhe kur e thot Macroni që është një fuqi shumë e madhe evropiane bërthamore, që tha, liria mbahet duke qenë i frikshëm, dhe që t'jesh i frikshëm, du t'jesh i fuqishëm. Pra është ai diskutimi që është aksion që kur është krijuar shoqëria njerëzore. Duhet të kemë frikë. Që fuqia është baza e të gjithë marrëdhënieve të tjera. Ne do të rrisim fuqinë tonë dhe në radhë parë menjëherë, siç është mësimi, duhet të jetë mësimi i këtij fillim konflikti, duhet të krijojnë në kohën më të shpejtë mundshme kapacitetet tona kundër ajrore. Avenir, pse pikërisht tani? Është vazhdimi i sulmeve të papërfunduar të korrikut viti që shkoi. Është një proces ose është diçka që herët avon do ndodhë. Do ndodhë. Edhe Izraeli, edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës e kanë ditur për 40 vitet e fundit, që ku ka ndodhur revolucioni islamik, që herët avon kjo do ndodhë për shkak të linjës qeverisë së Iranit. Në raport me mosnjohjen e Izraelit, në raport me ambicet e tyre për shkatrimin e Izraelit, sigurisht nuk është se kanë pas hallin e palestinezëve, por duke qenë regjim klerik, kanë përdorur Izraelin për të krijuar legjitimitet të brendshëm, duke u munduar të mbrojnë muslimanët në rajon. Gjithçka rrokulluimi e gjithçka ka nisur me sulmet terroriste të 7 tetorit të 2023-shit. Edhe mund të jetë nga ngjarjet që pasojat e saj, domethënë, me influencë në këtë shekull, për shkak të rrjedhave që për shkak të atyre sulmeve, Izraeli kuptot në linjë të parë, por edhe me Shtetet Bashkuara dhe me aleatat e tjerë, u futën në proksit të Iranit një nga një në gjithë shtetet rreth e rrotullt. Ishte provokuar atëherë në atë kohë? Sepse nuk e di pse më çdonte në atë kohë që me këtë sistem zbulueshmërie dhe informacioni që ka Izraeli nuk ishte informacion që do goditej nga Irani në atë kohë. Tani ajo ndodhi. Okej. Ishte një karem ndoshta në atë kohë për shkuar te kjo situata sot? Është punë shërbimesh dhe punë informacioni që ne mund ta ludojmë, por nuk kemi se si e dim. Okej. Sigurisht që pikpyetja e madhe është mungesa gatishmërisë e Izraelit. Si ka mundësi? Si ka mundësi. Kur shikohet ato tani se çfarë informacioni kishin. Çfarë është në gjendje të bëjë Izraeli. Dinin kamerat e sigurisë apo? Sa i përket asaj. Por sido që të jetë puna, ai rast shërbeu si katalizator ose piknisje që Izraeli dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës të merren një herë mirë me rajonin. Mundet këtë qenë edhe Irani nga mrapa, sepse ishin konjunkturat e tilla gjeopolitike edhe gjeoekonomike që Iranit i konvenonte ajo. Izraeli ishte në përfundim të negociatave për arritjen e marrëveshjes paqes me Arabinë Saudite, gjë që si konvenonte Iranit. Sapo ishte edhe ideja edhe e korridorit indian që lidh Indin me Europën, që do kalonte nëpër Arabi Saudite, nëpër Gaza, Izrael dhe vinte në Greqi, pastaj në fund në jug të Italisë dhe të Francës. Por për të mos u futur shumë në histori, u mor fillimisht me Hamasin, u mor me Hezbollahun, ndryshoi regjimin në Siri, nga një regjim pro-iranian kundër Izrael, u kthye në regjim kundër iranian dhe pro-Shëba, Turqia dhe Izrael. Në Yemen
po ashtu dhe në momentin kur u siguruan që një sulm ndaj Iranit nuk do sillte rrethimin e Izraelit nëpërmjet këtyre forcave proxy, u godit Izraeli, u godit Irani. Synimisht e shkatrimi i armëve bërthamore që ka qenë linje politikës jashtme të shëbave që nga revolucioni islamik. Është linjë që edhe presidenti Trump mandatin e parë ka ndjek dhe ka ndërmarrë veprime ushtarake duke vrarë edhe general Sulejmanin në atë kohë. Kështu që ishte çështje kohë kur dihej se kush janë qëndrimet. Negociatat që u bën, që dështuan, askush se to do të ishin kurth apo si ishin kurth, por kushtet e vendosur ishin kushtet papranueshme. Por edhe për Shtetet Bashkuara të Amerikës, poshtat përtej atyre kushteve nuk mund të kishte marrëveshje. Që ishte ndalimi një herë për gjithmonë i programit bërthamor civil, ushtarak dhe civil, ndalimi i projektit armëve balistike dhe ndalimi i mbyllja e këtyre forcave proxy në rajon. Tre janë shtyllat kryesore të regjimit dhe sigur njëra nga këto shtyllat e binte regjimi. Kjo luftë është luftë ekzistenciale për regjimin në Iran. Dhe prandaj ky është edhe reagimi i Iranit në gjithë rajonin që po ka ju marrë me vete. Ka shumë kjo është logjika. Sigurisht që Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli nuk kanë shkuar në pikën e tyre ose në kapacitetet e tyre, se po të duhen për 24 orë mbyllin atë histori. Edhe pse kanë lëshuar deri tani 3800 municione. Dhe se janë asgjë. Asgjë, në raport me kapacitetet që kanë. Ato nuk janë, por shiko, ekonomia e Iranit është eksporti i naftës edhe gazit. Në gjirin përsi ka një ishull të vogël, ata është diku 15 kilometra i gjatë dhe me pak i gjerë, një ishull i kish që unë ata, është terminali i gjithë naftës dhe gazit që del. Me atë nuk janë marrë. Sepse vetëm ajo Bllokimi asaj pike krijonte vetëm ajo po të shkatërrohet, nuk kanë nevojë të merren me gjë tjetër se bie të shkërmoqet ekonomia e Iranit çështje javësh. Objektivat sigurisht ato që deklarohen publikisht janë ato që kanë qenë edhe pjesë të negociatave, por duke qartë që objektivi kryesor është ndryshimi i regjimit në Iran. Në Iran. Do shkohet drejt asaj, sepse po eliminojnë diçka. Sot po ndiqja konferencën për shtyp në Shtëpitë e Bardhë midis presidentit Trump dhe kancelarit gjerman. Kur u pyet për a ka ndonjë emër apo kush është plani për... Edhe përmendi rastin e Irakut. Në 2003 pushtuam Irakun, shkatruam ushtrinë, shkatruam forcat policore dhe ata pastaj donin dhe krijuan forcat ISIS-in edhe gjitha këto grupe terroriste, dhe këtë nuk do ta bëjmë. Dhe kam përshtypje që ndryshe nga ideja që mund të imponohet një qeveri nga jashtë, do gjendet nga brenda. Do shikojnë edhe të punojnë brenda për brenda me sistemin. Ka gjithmonë brenda sistemit që janë të gatshëm për të punuar, kam përshtypjen me janë. Sigurisht, plus që edhe aty ne nuk i dim dinamikat e brendshme të pushtetit në Iran, po sigurisht që ka dinamikat të mëdhaja. Tafani. Po. 3000, unë dala pak tek municionet e lëshuara deri tani që tregojnë edhe për fuqinë ushtarake dhe peshën. 3800 municione deri tani në 4 ditë. Janë pak për 4 ditë? Tani, 3800 municione, do të thënë, termi municione është pak shumë abstrakt, do të thënë dhe jo i qartë në kuptimin e asaj që në base mund të jenë objektiva të goditur. Pra, ky numër mund të thuhet objektiva të goditur. Po, sepse ti numrin e municioneve e ke të vështirë edhe ta kuantifikosh, sepse edhe municionet janë të ndryshme në njëri tjetër. Është ndryshe një bombë që hitet, është ndryshe një raketë, është ndryshe një, po themi, një... Jo, është vetëm numri i raketave dhe i droneve, kjo, nuk po flasim për bomba edhe për granata. Më duket pak i vogël ai numri aty, sidomos në Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse vetëm ditën e parë Shtetet Bashkuara të Amerikës thanë që kemi goditur rreth 1400 objektiva ushtarak. Pra, nëse në ditën e parë kanë goditur 1400 objektiva ushtarak, normalisht numri i raketave apo i
Janë shumë të tepër se apo raketat që nisën nga toka, nga ajri dhe nga deti, besoj ka qenë më i. Gjithsesi, po të kthehemi tek me që u kthyem te raketat, njëna problematikë më të mëdha është raketat. Pra, që konflikti do niste dikur kishte për të nisur, sepse rruga që ka nisur Irani është një rrugë e nisur që në 79-ën, me projektimin e, po themi, e asaj që do është si një perandori e dikushme persiane për të marrë kontrollin e gjithë rajonit. Luftën e parë mos harrojmë, luftën me Irakun, në të cilën prapë kishte element fetar, sepse rreth 60% e popullsisë së Irakut është shia, pra janë arab, po janë shia dhe i përkasin fesë e cila është dominante në Iran. Pastaj aleanca e ngushtë me Asadin, i cili prapë i përket një sekti që i përket besimit shia, ndërhyrja në Liban nëpërmjet Hezbollahve që prapë janë besimit shia dhe ndërhyrja njëkohësisht në Yemen tek Houthi që prapë është besimi shia. Pra, duke përdorur atë elementin e fesë, kjo diktaturë fetare normalisht ka tentuar që të projektoj forcën e një perandorie të mundshme në rajon. Dhe këtu është përplasur me elemente të ndryshme, duke filluar që nga Turqia, për sa i përket shtrirjes influencës në rajon, apo dhe vendeve si Arabia Saudite, të cilët duan ata që të kenë peshën e tyre në rajon. Në kuadër të kësaj projektimit të kësaj perandorie, një përplasje mundshme me Izraelin dhe me Shtetet Bashkuara të Amerikës normalisht do ndodhte dikur. Pse ndodhi pikërisht tani dhe nuk ndodhi më përpara, janë dy element. Elementi i parë është programi bërthamor, elementi i dytë, që është pa aq i rëndësishëm, është programi raketor. Po të hedhësh një sy në arsenalin ushtarak të Iranit, Irani llogaritet që të ketë rreth 3000 raketa balistike. Nuk ka asnjë vend të rajonit që të ketë aq raketa balistike. 3000. Ja. Turqia, që është më e madhe, fuqia më e madhe, ka disa qindra. Nuk shkon kur tek mishja. Nuk ka as Arabia Saudite, nuk ka as Izraeli, një numër të tillë, pra llogaritet në numër prej disa qindrash, dhe kjo tregon një strategji ndryshe të Iranit, që po e vëmërej tani. Strategjia e Iranit është dhe objektivi tyre ishte që brenda 2027-s kishin rreth 8000 raketa të tilla që mund të shkonin numër deri në 10000 në fund dekadës. Sepse në dallim, po themi, nga Izraeli apo vendet fqinje, të cilat ishin bazuar kryesisht tek aviacioni apo te saktësia, ajo që ka qenë baza e Iranit, duke ditur që nuk konkuronte këto drejtim, ka qenë rritja e një arsenali raketor për ta bërë të pamundur pastaj për të goditur, po themi, Iranin, sepse do kishte reprezalje të mëdha në rajon. Po ja, tani që ndodhi goditja. Pikërisht, tani ajo që ndodhi dhe një nga gjërat që tha Rubio, domethënë në momentin kur u fol për arsyet pse pikërisht tani, kishte të bënte edhe me faktin që tha në vitin e kaluar ku ndodhi lufta 12 ditore, ishin rreth, pra u llogaritet që Irani kishte rreth 3000 raketa, prapë siç ka tani, por që ju përgjysmuan nga lufta që ndodhi. Pra, ca i hodhi vetë, ca i u shkatruan në Izrael e tjerë. Po Irani filloi të rindërtonte përsëri arsenali me ritme deri në 100 raketa në muaj. Dhe ideja ishte që nëse do bësh ndërhyrje ndaj Iranit, do të bërë pikërisht tani kur ky arsenal është i vogël. Se imagjinoni, me arsenal që për amerikanët është akoma i vogël, dhe imagjinoni se çfarë po ndodh në lindjen e mesit, po goditen gjithë vendet fqinjë. Vendet e fqinjë. Ndërkohë që ne jemi duke folur në këtë momente, në fabrikat iraniane janë akoma duke prodhuar raketa tipi të tillë. Kjo ishte arsyeja që koha, pra dritarja për të goditur nga ana ushtarake ishte pikërisht tani përpara se ky arsenal të bëhej i tillë që të ishte e pamundur pastaj. Dhe këtu themet e strategjia e Iranit. Irani është duke goditur fqinjët në mënyrë të tillë, pra përpiqet ta zgjerojë konfliktin në mënyrë të tillë që t'i detyrojë fqinjët që të ndërhyjnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për ta ulur në tavolinën e bisedimeve. Pra, kjo fushat terrori që po bën te fqinjët e vet ka pikërisht këtë qëllim, ta bëjë jetën e padurueshme. Mendon se mund t'i arrijë që t'i bëjë të diskutojnë, të negociojnë? Kjo është strategjia deri tani. Është folur që prapa kuintave, vende si, po themi, si Katari apo Omani, të cilët edhe ato ironikisht janë goditur nga, po themi, nga Irani, po. Kanë folur dhe po flasin me Trump për një farë mënyrë të rihapet rruga negociatave prapë përsëri. Por më tepër këto janë lajmërimet e Trump tha që ne do e vazhdojmë këtë derisa ne kemi dha armë boll. Pra ne mund të vazhdojmë pafundësisht për ta goditur. Dhe
duhet të thënë që strategjia amerikane në një farë mënyre ka ndryshuar, duke pasur parasysh dhe ato që janë elementet në Ukrainë. Në Ukrainë është vënë re që lufta, një element kryesor të luftës është asimetria. Pra, kur ti nisi një dron si punesh dronëve Shahid që janë, kushton rreth 50.000 euro, prodhosh një dron tillë. Për ta zgjuar një dron tillë, nëse ti nis raketat Patriot, një raket Patriot thjesht bën 1 milion euro. Pra ti nuk mund ta mbash për një ritëm shumë të lartë të tillë. Pra të harxhosh ti, ai të nis 500 dron të tillë, ti nuk mund të harxhosh 500 milion dollar. U bën dhe shumë vatra të hapura ndërkohë. Dhe tani ajo që ndodh në këto shtetet që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli është e para punës një herë të gjenë zgjidhje për të zhdukur pra mos krijojnë këtë asimetri, pra janë gjetur kundër dronë, duke nisur edhe nga eksperjenca e Ukrainës për të rrëzuar dronët, jo më me raketa, po me elemente të tjerë, dhe në ana tjetër synohet që sa më shpejt të goditen sistemet, po themi, e mbrojtjes kundërerore të Iranit, në mënyrë të tillë që pastaj mos të harxhohen më raketa, po themi, që janë të shtrenjta, por të përdoren armët që janë të thjeshta, ato bomba të cilat nuk kanë nevojë për, po themi, që të nisen si raket, por janë bomba që mund të komandohen, domethënë duke parë vizuale, që janë shumë herë më të lira. Pra, ka një element edhe ekonomik kjo luftë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës në një farë mënyre e kanë llogaritur. Dhe nuk është rasti që kjo ndërhyrje erdhi edhe pas ndërhyrjes në Venezuelë. Po se do ta diskutojmë. Sot Venezuela, për shembull, i shet gjithë sasinë e vetë naftës, rreth 800.000 fuqi në ditë që prodhon, ja shet Shtetet e Bashkuara të Amerikës me çmim të kontrolluar, rreth $40 fuqia. Që do të thotë edhe çdo lëvizje që mund të ndodhi, po themi, e çmimit të naftës, në një farë mënyre konsumatori amerikan brenda Shtetet e Bashkuara të Amerikës e mitigon këtë risk duke pasur një naftë të lirë nga ana e Venezuelës. Pra, është kjo pjesa ekonomike e gjithë ose logjistikës e gjithë se ekonomia është ajo. Luftën e fiton logjistika përgjithsisht. Domethënë Egon, çfarë ndryshon tashmë pas vdekjes së Khameneit? Shiko, unë kam një qasje pak ndryshe. Kam një qasje kritike ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit. Jo në kuptimin pro-Iranit, sepse për mua si Izraeli edhe Irani janë faktor destabiliteti në atë rajon, patjetër. Historikisht faktor destabiliteti. Izraeli që prej krijimit të tij dhe Irani patjetër që pas revolucionit të 79-s. Për të ardhur tek Ajatollahu, ka disa skenarë që përfliten faktikisht. Së pari është që garda revolucionare do të vijojë dhe triumvirati që e ka aktualisht pushtetin në Iran, mes presidentit Masud Pezeshkian, kreu të magjistraturës me mbiemër Hosseini, se nuk jam mbaj mend emrin, edhe këtij ajatollahut në detyrë, ajatollahut përkohshëm Ali Reza Arafi, të vijoj derisa të mditet Këshilli i Gardianëve me 80 ajatollahët edhe të zgjidhet ajatollahu i ri, ndërkohë që në fakt pushtetin real në dorë e ka ky Ali Larijani, i caktuar nga ajatollahu pak ditë përpara se të vdiste, në kuptimin e të gjithë frenave të pushtetit edhe të kontrollit taktik të kësaj që po ndodh aktualisht. Megjithatë pritet që të shohim një skenar është pra që garda revolucionare të vijojë të mbajë pushtetin, të shtrëngoj radhët edhe të kryej reprezalje ndaj çdo lloji përpjekje të qytetarëve dhe të kundërshtarëve të regjimit që të dalin në rrugë dhe të protestojnë. Një skenar tjetër është që të ndodhe kundërta, saktësisht e kundërta e kësaj, pra që të shfrytëzohet dobësia taktike, ushtarake e gardës revolucionare dhe ushtrisë së Iranit dhe qytetarët pra ta shohin veten gjithmonë ata që janë kundërshtim, pra disidentë të regjimit ose dhe ata që nuk e duan me regjimin, ta shohin veten në epërsi, pra si thua që goditen aq shumë depo dhe municione të gardës dhe të ushtrisë, saqë të mos ketë mjaftueshëm plumë për të vrarë gjithë qytetarët, për ta thënë thjesht. Dhe që të ndodhë përmbysja, por pastaj edhe këtu lind pikpyetje se kush do ta drejtojë dhe kush do të vijë ditën pas
ndoshta djali i shahut, ndoshta një opozit tjetër e organizuar, nuk e di se si. Dhe është dhe një skenar tjetër i tret, i cili përflitet gjithashtu dhe që ndoshta me zgjatjen e luftës mua më duket që fatkeqësisht mund të jetë edhe më i mundshmi me zgjatjen e luftës. E them fatkeqësisht sepse ky skenar prodhon destabilitet për Iranin dhe për gjithë rajonin, se më shumë se sa Irani na intereson se çfarë do ndodh me rajonin në tërësi edhe ekonomikisht edhe gjeopolitikisht, që është në fakt ai skenar që mua më duket sikur Netanyahu i bën thirrje që asnjëra nga të dy palët, as garda dhe ushtria dhe as qytetarët të kenë epërsi të dallueshme aq sa për të vendosur, pra për të marrë kontrollin njëra palë ose pala tjetër, dhe të jetë një luftë dhe një konflikt dhe një destabilitet permanent. Në deklaratën e tij, më sa më kujtohet mua, që i bënte retweet presidenti Trump, Netanyahu u bëri thirrje grupeve të ndryshme etnike brenda Iranit, duke i cilësuar me emër azerët, baluçët, kurdët, ja dy tjera më duket, që të dalin dhe të marrin në dorë pushtetin. Duke përsëritur atë që tha Trumpi, ne po bombardojmë, po bëjmë detyrën tonë, tani është detyra juaj të dilni në shesh edhe ti fusni shkelmin përfundimtar regjimin. Po për të ndalur tek elementi i përmendjes me emër të etnive të ndryshme. Pse e bëri këtë? Po, ky është interpretimi im dhe i atyre që po them unë mbështes, po them, që Irani dhe lindja e mesme të futet në destabilitet, sepse tu bësh thirrje grupeve etnike do të thotë që ti të bësh thirrje separatiste në Iran. Dhe ato janë grupe që kanë me miliona banor, po themi. Dhe patjetër që ky destabilitet në formën e efektit valve pastaj ndikon edhe në shtetet e tjera të rajonit, së pari Iraku që është keq, në vendet e Gjirit, ndoshta te kurdët e Turqisë, kurdët me kurdët. Dhe në analizën time, unë mendoj që faktorit vetëm që i shërben ky destabilitet është Izraeli. Unë mendoj që Izraeli nuk do një fitore përfundimtare, po themi, ose një ndryshim të mirëfillt regjimi, pavarësisht se e artikulon Netanyahu këtë gjë. Po çfarë do? Izraeli do një konflikt permanent dhe një destabilitet permanent. Që do ta çonte në? Sepse e faktorizon, sepse një rrëzim i regjimit të ajatullave dhe një Iran demokratik i humbet Izraelit armikun perfekt. Okej. Pra atë që, si të thuash, dhe ne e pam edhe në konfliktin që qeveria e Netanyahut kishte me krerët e IDF-s. Ishte pikërisht sulmi i Iranit dhe çështja, ata e kishin konfliktin për ndërhyrjen ose mos ndërhyrjen në Gaza, si kreu i IDF-s, thoshte që është shumë e kushtueshme që të hyjmë me trupa në Gaza tash, dhe të futemi në ato tunelet e Hamasit. Ndërkohë që ishte pikërisht Irani që i sheshoi, si thua, këto mosmarrëveshje vetë në gjirin e pushtetit në Izrael, për të dhënë një shembull që Irani është armiku perfekt. Pra Irani as duhet të jetë shumë i fortë pra të disponoj bombën bërthamore, jo, të disponoj atë numrin e raketave balistike e tjerë. Po as nuk duhet të jetë një Iran pro-amerikan dhe pro-izraelit, sepse i humbet karta e armikut perfekt për ta përdorur sa herë që ai gjendet në probleme brenda Izraelit. Nuk gjendet dot një tjetër? Dhe kjo është një analizë, se faktorët janë të pafundit. Ka qenë Irakus është më. Pra, do me thënë, kjo është ideja që destabiliteti i Iranit dhe përpasoj i rajonit i shërben shtetit të Izraelit, i cili të mbaj gjendjen e përsis, po them, relative ose absolute në atë rajon. Dhe sekretari i shtetit Marco Rubio e tha në një mënyrë të tërthort sot, jo do drejt për drejt që Shtetet e Bashkuara janë futur në luftë për Izraelin. Pra, a i tha këtë gjë që u futëm në një preemptiv, një aksion parandalues, sepse kishim dyshime ose kishim informacion që Irani do të godiste i pari bazat amerikane dhe Izraelin. Bazat amerikane dhe Izraelin. Pra, në një kuptim, e tha që Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë futur, dhe si pas analizës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë futur në këtë luftë për shtetin e Izraelit. Dhe kjo ka një bazament edhe, po themi, prej deklaratave të Netanyahut që janë të njëjta me deklaratat e Trumpit, sa i takon aksionit, këtij aksionit parandalues. Vizitat e, po them, Netanyahut në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ushtrimi vazhdueshëm i presionit ndaj administratës Trump. Po pse ushtron këtë presion? Izraeli? Po. Sepse Izraeli ka objektiv strategjik që të jetë vendi që dominon atë rajon, është e thjeshtë.
Dakord, po pse ka fuqinë dhe peshën për ta bërë këtë lloj presionin ndaj Shteteve të Bashkuara? Sepse ka mundësinë që ta bëj presionin ndaj Shtetet të Bashkuara. Izraeli është shteti që mbështetet më shumë nga Shtetet e Bashkuara. Po të flasësh me një pjesë të madhe të analistëve që e kanë mbështetur hapur ose jo atë se çfarë ka bërë Izraeli në Gaza, dhe të thuash që gjithë komuniteti ndërkombëtar është deklarativisht dhe me veprime kundra hiq Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ata thonë që nuk na intereson, dhe ma kanë thënë edhe publikisht kur unë i kam pas ftuar në emision, Izraelit nuk i intereson se çfarë thonë shtetet e tjera të komunitetit ndërkombëtar, përsa kohë që pas vetes ka pa kushte Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra ky është fakt, mbështetja që Amerika ka për Izraelin. Nuk është Izraeli që ka Amerikën, është Amerika që ka Izraelin e para. Historia nuk fillon sot, historia fillon para 80 vjetësh. Edhe është histori që raportet edhe të shëbave me Izraelit, po edhe me vedet e rajonit, ka njohur evoluim në fazat të ndryshme. Deri në 79, kur ka ndodhur revolucioni islamik në Iran, Irani ka qenë alati kryesor i Izraelit dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës në linjën e mesme. Të gjitha vendet e tjera arabe kanë qenë ose alat, ose më të afërt me Bashkimin Sovjetik në atë kohë, sesa me Shtetet Bashkuar të Amerikës. Izraeli fillimisht nuk është mbështet nga Shtetet Bashkuar të Amerikës, por është mbështet nga Britania e Madhe, edhe pastaj edhe nga Franca, dhe ka ardhur gradualisht duke u afruar, edhe ka qenë ndihma që Izraeli ka dhënë atë kohë, sidomos në fushën e inteligjencës, në raport me Bashkimin Sovjetik në Europën Lindore, dhe pika thyrëse ka qenë kur Izraeli ka arritur të gjejë fjalimin sekret të këtij të Hrushovit, edhe ka gjetur në Poloni. Kanë ardhur duke u forcuar marrëdhëniet gradualisht deri kur ka arrit një pikë these pas rënjes së komunizmit, që për shkak të konjunkturave rajonale, Shtetet Bashkuara të Amerikës e kanë konsideruar Izraelin si pikën e tyre të fortë për shumë arsye. Ka rol edhe fakti që janë 15 milion hebrej që jetojnë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, që gjithë janë me origjinë nga Europa Lindore, ashtu Bashkimi Sovjetik, domethënë ke zona Rusi, Ukrainë, Bielorusi, Poloni, gjithë kjo. Netanyahu polak është me origjinë vet. Ashtu siç ke edhe sot në Izrael ke 2 milion izraelit që kanë vajtë në Izrael përveç Arabë, janë 21% në Arabë, diku të 2 milion. Nga 10 milion që ka Izraeli, popullsi sot, 2 milion janë Arabë. Gati i përqindje e vogël janë druzhe. 2 milion janë nga Europa Lindore që kanë vajtë pas rënjes bashkimit, pas rënjes së murit. Edhe nga Shqipëria biles ka. Pas rënjes së murit të Berlinit. Dhe është më komplekse se sa kjo. Nuk ka shtet që tërheq përhundë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në një koncept, mund të duket politikisht jo korrekt, por Shtetet Bashkuara të Amerikës janë perandori dhe nuk mundet që askush që ta tërheq përhundësh perandori. Ka një gjë. Por mund ta detyroj? Ka një gjë. Është thjesht kjo. Në qoftë se ata të financojnë fushatën. Jo, nuk është çështje tërheqje përhundësh. Nuk është çështje fushatë. Është çështje shlyrje detyrimesh, është thjesht. Nuk është çështje. Amerika është shteti i madh, Amerika ka makineri shtetërore që presidentët vinë e shkojnë, mund të ketë ngjyrime, po gjërat e vendos tjetër kush atë. Ajo që i thot ai shteti deep state, shteti burokratik. Ecin me projekte dekadata, nuk ecin me sa ndronë presidentët në Amerikë. Edhe shtetet serioze kështu operojnë. Edhe në Europë. Jo, çështja që... Po mirë, filozofia e presidentit sigurisht që prevalon. Sepse Trumpi erdhi në mandatin e parë me idenë dhe filozofinë që unë do mbyll çdo lloj lufte. Dhe nuk është konspiracion. Nuk është çështje konspiracioni. Unë mendoj që për rastin e këtij konflikti, dy interesat, interesi i Shtetit Bashkuar të Amerikës, jo qëllimi, interesi, dhe jo qëllimi, po vetëm interesi i Izraelit, në këtë konflikt përputhen plotësisht. Mendoj që Shtetet Bashkuara të Amerikës, qëllimi kryesor geostrategjik i tyre është ndërprerja e linjave të komunikimit kineze.
e bën me Venezuelën, po e bën me Iranin. Pse cila është lidhja mes Iranit edhe... Në nëntor të vitit që shkoj, doli strategjia kombëtare e re e Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe ata e kanë shkruar lezër mbi të bardhë që interesat e Shtetet Bashkuara të Amerikës janë hemisfera perëndimore dhe paqësori. Kush është në paqësor? Është Kina. Po të bësh analogji me para fillimin e luftës dytë botërore në paqësor, është e njëjta situatë si me Japoninë. Japonia ishte një fuqi imperialiste në zhvillim të madh, kishte pushtuar pjesë të Kinës, dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës që ta frenonin i vunë embargon e naftës. Dhe japonezët bën vetëm gjë që kishin, që mund të bënin, sulmuan Shtetet Bashkuara të Amerikës që të dominonin gjithë paqësorin. E njëjta gjë është dhe tashmë. Po s'ka ndodhur? Amerika, jo, drejt asaj rrugët. Po nuk ka informacione që do ndodhte? Drejt asaj rrugët është. Ti nuk mund të sulmosh një shtetë se mendojnë që do të të sulmoj, kur s'ke informacione nga inteligenca. Shikoni, geostrategjia nuk ka ndjenja, është e ftohtë, ka vetëm interesa. Dhe s'ka të bëj me marrëdhëniet njerëzore. As morali nuk ka pjesë këtu në këtë vend. Geostrategjia është e ftohtë, nuk ka të bëj as me marrëdhëniet njerëzore, as me moralin, as me diplomacinë. Diplomacia është një nga armët që është përdorur, tashmë s'ka më punë diplomacia, kanë punë topat. Edhe ndërprerja e linjës së komunikimit kinez nuk është vetëm çështja e naftës. Çështja e naftës, çështja e atij koalicionit që nga 2022 është bërë i qartë tashmë Rusi, Kin, Iran dhe Korea e Veriut. Përse ai i Koreas Veriut doli dje e tha, në qoftë se do ke nevojë, unë do t'i jap raketat. Ai, pse doli? Koalicioni anti-perëndimor është rafizuar që në 2022, që me sulmin rus në Ukrainë. Koalicioni. Rusi, Kin, Iran, Korea e Veriut. Koalicioni perëndimor fatkeqësisht ka probleme. Këtë du të shohim ne. Se ju thash edhe njerë, unë jam i kësaj bindje. Ne po bëjmë tash analizë geostrategjike për lindjen e mesme. Ndikimi i asaj këtu te ne është ekonomik, me çmimet e mezimit e furnizimit, por ndikimi i saj është ajo që parashikohet të ndodhë. Ai konflikti, ajo lufta që mund të zgjerohet dhe ne, në rastin më të keq, largimi i Shtetet Bashkuara nga Europa dhe gjithë vëmendja e tyre të shkojë në Azi, në paqësor, ne ç'duhet të bëjmë ne, që do ngelemi thuajse vetëm. Unë vëre një problem shumë të madh, domethënë edhe kur flitet në studio, po edhe kur flitet në publik, apo përgjithsisht kur diskutohet një situatë, marrim një fotografi të momentit edhe mendojmë që për 2000 vjet bota ka qenë kështu siç është sot. Jo, edhe prandaj her pas here rikthehemi tek historia. Ajo zonë aty, si çdo zonë tjetër, ka qenë shumë fluide. Kur ndërtua shteti i Izraelit në 47-48, i vetmi vend që e ka ndihmuar praktikisht materialisht ka qenë Çekoslovakia. Dhe ka qenë me miratimin e Stalinit. As Britania, as Shtetet e Bashkuara, as si vend tjetër nuk e ndihmoi. Franca e toleroi deri në farmase për na 2 dërgesa me avion, po kaq. Pjesa tjetër ishte Çekoslovakia. Kishte një plan Stalini për, domethënë, pas luftës së dytë botërore që të largonte të gjithë hebrejt, ishte komploti, po themi, i këmishave të bardha, për cilët akuzoi mjekët hebrej e tjerë. Pra, janë këto pjesë të historisë. Dhe në 56, kur ndodhi kriza e Kanalit Suezit, ka qenë Eisenhoweri, i cili ka kundërshtuar me forcë Izraelin, ndërhyrjen e Izraelit, Britanisë së Madhe dhe Francës në Gadishullin e Sinait, dhe ka qenë kjo pasaj që e detyroi dhe Francën, kjo ndërhyrje kaq e fortë e Amerikës kundër këtyre, ka qenë kjo që detyroi Francën të bënte programin e saj bërthamor, daljen nga struktura nga komanda e NATO-s e tjerë. Ka qenë KGB-ja që krijoi organizatën për çlirimin e Palestinës. E ka krijuar në 64
dhe jo e rastësishme kanë ardhur dhe këtu në Shqipëri për të servitur, sepse ka qenë marksiste-leniniste, hiqe si marksiste-leniniste, kanë ardhur dhe në Shqipëri, dhe deri në 73-shin, ky bashkëpunim Izrael me Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk ka qenë siç e shohim sot. Ka filluar në 73-shin mbrapa, sidomos pas 79-s. Deri në 79-ën, një nga aleatët që kishte Izraeli ishte, jo aleatët, po në një farë mënyrë bashkëpunëtor ishte Shahu i Persisë. Dhe Irani ishte perëndimor në krahasim me vendet e tjera. Jo, nuk ishte rastësi që armatimin e merrte amerikan. Avionët që ka pasur, F-104, këto tjerët kanë qenë armatime amerikane. Ndërkohë që Iraku dhe vendet e tjera ishin të lidhura me Bashkimin Sovjetik. Veto ÇP-ja Arafatit u lidh me Irakun. Dhe në konfliktin Irak-Iran ka qenë bashkë me Irakun duke kundërshtuar Iranin. Dhe Irani vetë, që në 80-ën nisi lufta, nuk ose e nisi për hatër të, po themi, palestinezëve, donte kishte ambicet e veta. Siç kishte ambicet e veta dhe Iraku për ca fusha nafte që ishin aty në jug. Dhe ka qenë Irani, nëse ta dini, i pari që ka goditur programin bërthamor të Irakut. Në 1980-ën ka vajtur, ka goditur qendrën kërkimore të Irakut, që Iraku donte të bënte armë bërthamore. Dhe ka qenë Irani vetë që e nisi para arsi këtij. Goditi një vend për t'i hequr armë bërthamore. Dhe më mbrapa pasaj, duke qenë se OÇP-ja ishte me Irakun, këta krijuan Hamasin, pra ndihmuan në financimin e Hamas dhe vazhdoi historia tjetër. Pra, ideja është që historia është mirë të dihet përpara se të flitet, sepse mund të krijojnë pasaj premisa për të vazhduar analizën gabim. Për sa i përket pjesës së ndikimit, po themi tani për momentin, Shtetet Bashkuara të Amerikës në një farë mënyre, edhe kjo pjesa e ndërhyrjes ka të bëjë paksa me strategjinë për ndërprerjen, më tepër për heqjen atyre që janë burime energjetike. Pra, lufta që po bëhet në të ardhmen. Pra, qëndron me atë logjik që thot Beni që ju leverdiste të dyve në këtë moment. Lufta për burimet energjetike. Lufta për burimet energjetike po bëhet jashtëzakonisht e fortë. Dhe ajo që po vije tre tani, për shembull, nevojat për energji kanë për të 2 fishuar, 3 fishuar dhe 4 fishuar, sidomos me futjen e inteligjencës artificiale. Që është mirë që edhe Shqipëria të rrisi se jemi shumë mbrapa në atë drejtim. Dhe burimet energjetike dihet kush janë. Nuk është vetëm, po themi, Venezuela. Venezuela për momentin ka rezervat më të mëdha në botë, por kapacitetet për t'i nxjerrë janë shumë të vogla dhe duhen edhe na 10 vjet që të kapi atë që ka qenë dikur 3 milion fuqi në ditë. Por duke e hequr Venezuelën në ekuacioni, heq atë që ishte pyka e Kinës, e Rusisë, edhe Iranit brenda në kontinentin amerikan. Po pra, por Kina dhe Rusia në këtë moment kur hiq një tjetër, si reagojnë? Tani, dhe pasi ndërhyrja tjetër është në Afrikë, është bërë ndërhyrja në Niger ose presioni në Nigerisë, u përmend rasti për të krishterët në Nigeri, por ideja ishte është një prodhuesi më të mëdhenj të naftës. Njëkohësisht e cila e çon në Kinë. Dhe po gjitha rrugët çojnë në drejtim të Kinës. Përplasja është midis Kinës dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Rusia tashmë ka dalë në dritare në një farë mënyre, ashtu siç kanë dalë në dritare dhe në dritarin e Kinës. Jo, kanë dalë në dritare sepse për momentin nuk e kanë kapacitetin të angazhojnë një përplasje kaq të madhe. Po, por të bashkëpunojnë në këtë përplasje kaq të madhe që duket se po ridimensionon botën? Janë aleancë janë. Dhe jo vetëm kaq, Rusia ka dokument bashkëpunimi strategjik dhe traktat bashkëpunimi në fushën e mbrojtjes me Iranin. Por për momentin nuk është angazhuar, po e ka sepse është marrë vjet është nënshkruar, ka vajt Putini dhe ka nënshkruar. Dhe nuk e ka zbatuar me arsyetimin që ti nuk po i përmbahesh ca kushteve dhe ai po të sulmon, nuk është se të ka shpallur luftë, po bën pak a shumë si operacion special, siç po bënte ata në siç e quajnë që nuk është luftë, por është operacion special. Edhe për më tepër thoshte nuk është se jemi angazhuar që të kemi një, domethënë, klauzolat të zbatojnë në mënyrë automatike. Ti fillon një konflikt dhe unë të futem direkt brenda. Marko, Teresa. Për sa i përket destabilitetit, rajoni ka qenë i destabilizuar prej kohësh dhe ka qenë i destabilizuar kryesisht prej veprimeve të Iranit, sidomos nga vitet 90. Të nxitura nga Irani apo të nxitura nga të tjerë? Ti ke konfliktin në Liban, në të cilin
ishin Hezbollah, të cilët nuk e lanë rahat kur Libanin. Ti kishe konfliktin në Siri. Trupat e këti kanë vajtë të kanë masakruar me 100.000 vetë. Me 100.000. I merrnin njerëzit, i hidhin grop, më keq se sa ato që kemi parë në lufta e dytë botërore. Trupat e Gardës Revolucionare të Iranit janë përzierë në konfliktin në Irak, në ato që ndodhi. Nuk ndodhi kot kryengritja e sunive të cilën e përdori ISIS-i pastaj për qëllimet e veta në Irak. Ishte pikërisht rapezaljet që bënin milicit shiite ndaj sunive në Irak, që quan në atë gjë, e njëjta gjë edhe në Siri, kur regjimi që i përkiste prap sektit shiit krijonte atë presion dhe do kishte lindje mes me këtë interes për superfuqit nëse s'do ishte fuqi ekonomike. Edhe Houthi, konflikti që është në Yemen, dhe Houthi që godasin nëpërmjet raketave të Iranit dhe koordinatave që e jep Kina për anijet që kalon aty, godet çdo transportues madhër që kalon në zonën në atë ngushticë. Dhe vetëm impakti që kanë në ekonominë globale shkon 0.5% deri 0.7% inflacion të vjen vetëm në fakti që Houthi godet çdo anije që kalon aty afër me raketa. Se detyrohen anijet ose të rrisin premion e sigurimit, sepse është jashtëzakonisht e rrezikshme të kalosh aty, ose të bien akepi shpresës mirë për gjatë Afrikës për të ardhur mallrat. Sot ne për shembull 0.5% ose 0.7% inflacion që kemi mallrat tona, sepse është inflacion global, e kemi vetëm prej Houthit. Faleminderit prej Iranit. Pra, në gjithë të kuadër, nuk është se vendi aty ishte stabil, paqe, gjithë jetonin me kumbaya, domethënë gjithë duke u kënaqur dhe pa prit mas nisin luftë. E gjitha kjo ka ndodhur për shkak të këtyre ambicjeve të Iranit. Dhe është destabilizuesi kryesor në rajon. Me ambicjet e veta, sepse ka ndërhyrë në çdo vend me proksit e vet. Nuk ka asnjë vend në cilin nuk ka tentuar. Houthi për shembull ka goditur Arabinë Saudite, goditën Aramkon para disa vitesh. Apo ja. Pra, Irani pastaj ndërhyri edhe në Bahrein, ku shumica e popullsisë është sunite dhe ka një monarki sunite. U detyrua Arabia Saudite çoi trupa në Bahrein. Etj. Ka pasur një ambicie perandorake, e cila ka destabilizuar ky konflikt që është midis sunive dhe shiave, nuk është konflikt që ka lindur 1990-ën. Dakor, por, Egon, mendon që dikush e ka ushqyer këtë ambicje të Iranit për të interesuar kjo situata destabilizuese brenda lindjes mesme? Kanë lindur ata se me ato besim janë. Diçka që mua më bën përshtypje sa i takon konfliktit, qoftë nga pala e Iranit, qoftë dhe nga pala e Izraelit po dhe nga pala e Amerikës, është që në qarqet caktuara kjo nga të gjitha palët trajtohet si luftë e shenjtë. Pra luftë me mision hyjnor që na ka çuar Zoti aty ose për të shkuar në kufit historik. Ose na ka dhënë Zoti detyrën që të mbrohemi. Pra kishte një gazetar freelance në X sot që më raportonte tani, për të qenë i sinqert, këto janë, po themi, raportime jo plotësisht verifikuara. Megjithatë, duke marrë parasysh personazhe si Lindsey Graham, që është personazh publik dhe e dim se çfarë frymëzimesh ka, nuk është se janë gjëra që nuk ndodhin. Pra, thoshte që brenda qarqeve amerikane ka një lloj fryme kështu biblike zioniste, po më shumë zioniste se biblike, pra për të trajtuar misionin kundër Iranit si pra një luftë të shenjtë etj etj. E njëjta gjë ndodh patjetër edhe në krahun e Izraelit dhe sigurisht patjetër edhe sa i takon pra Iranit, që është një teokraci. Kjo nuk diskutohet. Po dëgjoja që ti them, ti rendis disa pika, më dhënë që të mos i haroj. Para disa ditësh, po dëgjoja ditën e parë, më duket, në datën 28, ose dje në datën 1, apardjesës është data 3 sot, po dëgjoja general David Petreusin, cili ka qenë komandanti CENTCOM-it, që po fliste në lidhje me taktikën ushtarake ndjekur nga Shtetet e Bashkuara në këtë sulm. Dhe një element më bëri përshtypje, ai e tha, nuk është në zbulim se kjo gjë dihet në rekordet, po themi edhe në strategjinë amerikane, që një sulm i tillë ndaj Iranit planifikohet strategjikisht dhe ushtarakisht që në vitin 2009, kur ky kishte qenë pra drejtuesi i CENTCOM-it. Pra, sigurisht që këto gjëra nuk lidhen
me ndrimin e presidentëve, pavarësisht se serioziteti ose mungesa e seriozitetit e një presidenti mund të jetë kyçe në mënyrën dhe në kohën se si sulmi dhe kur sulmi zhvillohet, dhe qartëzi serioziteti i munguar i presidentit Trump në këtë rast është po kaq vendimtar. Dhe sa i takon për shumë për të hyrë dhe pak në histori shumë shkurtimisht, ka një arsye pse Irani ka zhvilluar proxyt. Jo se duket sikur po bëj avokatinë e Iranit, thjesht po e shpjegoj teorikisht pse kjo ka ndodhur. Dhe lidhet drejt për drejt me konfliktin me Irakun në vitin 1980, kur Saddam Husseini arriti që të futej në brendësitë e Iranit dhe pastaj u zhvillua një luftë 79-89, pra një luftë jashtëzakonisht të kushtueshme nga pikpamja njerëzore për Iranin, dhe Irani e kuptoi që strategjikisht do duhet që t'i parandalonte kundërshtarët dhe armiqtë e vet, jo në kufijtë e vet, po në kufijtë e tyre, në brendësitë e shteteve të tyre. Dhe nga kjo luftë lindi edhe ose u krijua një personazh që ne e njohim të gjithë, që është Qasem Sulejmani, kreu i kucave, pra i krahut të goditjes së jashtme të Gardës Revolucionare, i cili u vran 3 janar vit 2020 me sulmin e urdhëruar nga presidenti Trump. Pra, edhe kjo ishte një arsye e sigurisë dhe e mbrojtjes së Iranit, pra ta shtysh rrezikun jo në kufijtë e ty, siç ndodhi me Saddamin, por ta shtysh në brendësi të shteteve të tjera, sepse edhe Saddami në bashkëpunim me CIA përbënte rrezik për regjimin revolucionar iranian, patjetër edhe Izraeli, flasim gjithmonë pas 79-s, kështu që ishte një masë e arsyeshme e marrë kjo nga Irani. Ashtu siç ne mund të diskutojmë që ndoshta edhe masat që Izraeli ka marrë mund të jenë po kaq të arsyeshme, se mos harrojmë gjë që siç ka Irani proksit e vet, ka dhe Izraeli shtetet proksit të tij, Emiratet e Bashkuara Arabe për shembull. Janë një shtet aleat i Izraelit në Yemen dhe në Sudan. Në Yemen dhe në Sudan. Dhe çështja e Huthive nuk lidhet më shumë me naftën se sa lidhet me konfliktin e brendshëm në Yemen. Pra midis asaj që mbron Arabia Saudite dhe asaj pali që mbrojnë Emiratet e Bashkuara Arabe. Me konfliktin në Sudan, me atë që mbron Arabia Saudite dhe atë që mbrojnë Emiratet e Bashkuara. Me Somalin, se është ndarë Somalia më gjys prej Izraelit. Me Somalin, pra atë që mbron Turqia, Arabia Saudite dhe Somalilandin, i vetmi shtet pra që njihet, po themi, nga Izraeli. Po si nuk është ashtu është. Po Somalilendi dikur, që për ata që mund kanë interes, ka qenë pjesë, ka qenë koloni ose protektorat i Britanisë. Jo, Somalilendi ka qenë i Britanisë. Pjesa tjetër e Somalia ka qenë pjesë ose protektorat ose më saktë koloni e Italisë. Dhe kanë dalë si shtete më vete, i janë njohur si shtete më vete, dhe në vitet 60 e ca vendosën të bashkoheshin me njëri tjetrin. Somalilendi, që ishte shteti i pavarur në atë kohë, vendosën të bashkoheshin me pjesën tjetër të Somalisë. Plasi konflikti midis, sepse ka dhe strukturë tribale, aty në mes, plus dikush u tregua më fetar se qa e mendonin tjerë, dhe plasi një konflikt. Somalilendi nga 93-shi ka krijuar si tip shtetin vete. Që në 1993, dhe nga ajo periudhë e deri më sot, ka ekzistuar si shtet në vete, me strukturat e veta, dhe për fat të mirë të atyre që jetojnë në atë zonë, nuk ka pasur atë tmerr që ka pasur Somalia, pjesa tjetër e Somalisë. Nëse mbani mend, ngjarjet e amerikanëve në Mogadishu, që kanë vajtur atje për të çuar ndihma ushtarake, pastaj u sulmuan, ndihma humanitare dhe pastaj u sulmuan në Mogadishu. Pra që kemi ka një por duhet të ngelemi tek ajo çështje që realisht intereson qytetarët shqiptar dhe është e prekshme vendi. Ajo që mund të ndodhi tani për shembull, që hyn dhe në strategjinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, është fakti që Somalilendi ndodhet më në hyrje të ngushticës që është detit Kuq, dhe është më përballë territorit të Huthit. Dhe duke qenë se ka pozicion strategjik, ka 30 ca vjet që ekziston si shtet i pavarur, Izraeli e ka njohur vjet, kanë përshtypjen vjet ose në fillim të këtij viti. E njohu si shtet në vete, dhe po diskutohet që ta njohë edhe India dhe Shtetet e Bashkuara për shkak të pozicionit strategjik. Njëkohësisht ka një bazë e cila është duke u përdorur, po themi, një port detare i cili është shumë i rëndësishëm, do lidhet me fqinjët e vet, të cilët nuk kanë dalje në det,
Pra, ti ke, po themi, Etiopin apo Sudan, në cilët janë më në thellësi dhe duan të përdorë një dalje. Pra, ka një problematik të vetën që ka të bëj me një mentalitet komplet ndryshe të Somalilendit me pjesën tjetër të Somalisë. Okej, se dua të rikthehem sërish në pjesën e dytë, po të flasim për Shqipërinë edhe në raport me këtë konflikt dhe për ta bërë pak më të prekshme dhe më të ndjeshme edhe për qytetarët. Ndërkohë njoftojmë se pak minuta më parë, sipas informacioneve të mediave ndërkombëtare, është goditur konsullata amerikane në Dubai, më herët është goditur ambasada amerikane në Riyadh. Shkojmë në reklama dhe kthehemi në pjesën e dytë. Jemi rikthyer në pjesën e dytë e emisionit. Beni nisim së bashku për Shqipërinë në raport me këtë konflikt, por edhe me këtë ridimensionimin e botës tashmë. Na shkon për shtatë themi ajo që kam dëgjuar çdo ditë që mirë është të mbajmë një qëndrim neutral? Apo ti me parimin që vetëm me Amerikën? E shpreha shumë qartë dhe pjesën e parë të emisionit, ne të vejlit dhe doptit, me gjithë se jemi në alancë të NATO-s, kemi vetëm një rrugë. Pazismërisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Çështjet e moralit të luftës nuk na takojnë ne t'i diskutojmë, sepse nuk po e bëjmë me luftën. Por thash, ne do t'jemi pazismërisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe t'japim mbështetje sa të mundemi Shtetet e Bashkuara të Amerikës, aq sa mundemi, po e kërkuan ose kërkuan. Ana e parë. Ana e dytë, shqetësuese për mua është kjo, historia botërore, që nga lashësia drejt tash, sidomos historia moderne e shteteve, e krijimit të shteteve, pas Vestfalisë, tregon që rendet e reja botërore krijohen dhe stabilizohen vetëm pas një konflikti të madh botëror. Këtë e ka treguar. Jemi ne në këtë pikë të konfliktit të madh botëror? Ne në skenarin më të keq, ne jemi në pragun e një konflikti të madh botëror. Janë ndarë tashmë blloqet. Bloku anti-perëndimor dhe bloku perëndimor. E thash bloku anti-perëndimor kush është, bloku perëndimor përfshi dhe NATO-n kush është, dhe ne duhet të shqetësohemi për skenarin më të keq të mundshëm. Dhe skenarin më i keq i mundshëm në këndvështrimin tim është largimi i Amerikës nga Europa. Kur them largimi i Amerikës, largimi ushtarak i Amerikës nga Europa. Sepse tashmë çfarë vlerë ka nëse largohet Amerika nga Europa që ne të vazhdojmë të jemi një partner strategjik i Amerikës? Po pikërisht për këtë po them, largimi i Amerikës nga Europa, largimi ushtarak i Amerikës nga Europa dhe dërçurja e gjitha aseteve dhe kapaciteteve amerikane në paqësor, në lindjen e mesme dhe në paqësor, ne, kur them ne, në radhë parë Evropën, pastaj ne, e le me mangësi shumë të mëdha të kapaciteteve ushtarake. Prandaj pikërisht dhe Evropa tashmë po nxiton për të shtuar kapacitetet e saj evropiane. Ushtarake. Ushtarake. Por ne çfarë duhet të bëjmë? Ua kam thënë shumë në të gjitha bisedat që bëj. Është rregulli numër 1 i marrëdhënieve ndërkombëtare. Është aksion, nuk ka nevojë për diskutim. Fuqia është baza e marrëdhënieve ndërkombëtare. Fuqia përcakton dhe diplomacinë. Fuqia përcakton dhe si do të ndahet bota nesër. Edhe një vend të vogël dhe të dobët nuk e respekton askush dhe e në përkëmbim të gjithë. Një vend të vogël dhe të fuqishëm e respektojnë. Si mund të bëhet Shqipëria e fuqishme? E para me bashkim politik. I klasës politike, e unifikuar në raport me... Në raport me rrezikshmërinë që kemi ne për këtë skenar të ardhshëm të shpërfimit. Dhe dyta, me rritjet kapacitetet e mbrojtjes, me deterencë. E kemi ne këtë mundësi? Nuk e kemi tashmë, po pikërisht për këtë po them.
ne do të rrisim kapacitetet tona mbrojtëse, me parimin e asimetrisë dhe të deterencës, të frenimit, që nesër, kushdo qoftë që të bëj planet për të ndërmarrë aventura ushtarake kundër nesh, në skenarin më të keq të prishjes NATO-s, të largimit të Amerikës, po them, të mendohet 2 herë. Sepse kemi një aleancë strategjik në mbrojtje. Sepse e para kemi kapacitete vetë, mbrojtëse, dhe dyta jemi pjesë. Po sot, nëse ky skandal do ndodhte sot, nuk do kishte asnjë frikë në raport me ne. Sot padyshim, sepse jemi pjesë e aleancës, jemi aleat me Shtetet e Bashkuara Amerikës, pjesë e aleancës NATO-s. Nuk po them sot, a mund të më tregoj dikush këtu një aleancë të përjetshme politike ushtarake? Askush, nuk ka. Interesa ka të përjetshme. Aleancë të përjetshme politike ushtarake nuk ka. Edhe unë besoj që edhe kjo aleanca që ne jemi tashti, inshallah zgjat, por unë besoj që aleancat përjetshme nuk ka. Shenjat janë dhënë. Shenjat janë dhënë. E pak knajsive. Të tronditjes së kësaj aleancë. Kështu që ne, më falë, ne do të jetë detyrë në radhë parë e gjithë shoqërisë, e medias, e shtetit shqiptare, e qeverisë shqiptare, në radhë parë për të ndërgjegjësuar gjithë shqiptarët, kudo që janë, edhe ma ta ndrinit, për rrezikshmërinë e situatave të pritshme. E dyta, shteti shqiptar duhet të ndërtoj një politik dhe të sigurisë kombëtare dhe të ekonomisë, në mënyrë tillë që një pjesë mirë të resurseve t'i kaloj për rritjen e kapaciteteve mbrojtëse tonat. E para nisur dhe nga ky konflikt, prioriteti i parë për mua është krijimi i sistemit të mbrojtjes kundërore. Për të mbrojtur popullsinë, infrastrukturën dhe objektet. E para është popullsia. Shikoni, është superfuqi Amerika, superfuqi Izraeli, vende shumë të pasura këto të gjirit dhe kanë kapacitetet të jashtëzakonshme kundër ajrore dhe përsëri raketat shkojnë bjen dhe vriten popullsia, shkatrohen objektet. Ne tashmë nuk kemi. Duhet ta ndërtojmë me do e mos. Ose të rivendosim në funksion bunkerët që kemi. Po edhe ajo. Jo, nuk ishte shaka. Avenir, 2 gjëra se duat në ngelem të kjo që tha Arbeni pak më parë. E para, aleancë pa kushtëzuar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, apo kundër kësaj, dhe e dyta, është situata realisht kaq alarmante dhe ka nevojë për masa emergjente sepse bota po shkon drejt një të paditure të rrezikshme. Vendet e vogla kanë për detyrë të dinë të orientohen në lëvizjet e mëdha që bëhen në mënyrë që të sigurojnë vetëm. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë faktor i pazëvendësueshëm për sigurinë jo vetëm për ne në rajon, por edhe në Europë dhe më gjerë. Që kur është hapë Shqipëria... Po i pak naqur është Trump me Europën, në fakt. Që kur... Ja, nuk është i pak naqur. Që kur është hapë Shqipëria, ne kemi ecë me 2 linja. Afrimi politik dhe ekonomik me Bashkimin Evropian dhe struktura sigurisë me NATO në drejtimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhe është vërtetuar që ka qenë saktë, sepse është edhe lufta në Kosovë dhe antarësimi i Shqipërisë NATO që kanë qenë punë të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Në raport me NATO-n, me Europën, me SBA-t, unë nuk e shoh kaq pesimist. Çësia e Shtetit Bashkuar të Amerikës është e qartë që krahut europian të NATO-s do të japë më shumë peshë, më shumë përgjegjësi, dhe kjo vend duke marrë vendet anëtare të NATO-s përveç SBA-ve duke marrë përgjegjësi më tepër, sidomos në ruajtjen e kontinentit tyre, duke qenë se Shtetet Bashkuara të Amerikës janë fuqi globale dhe ka interesa globale. Interesat globale të Shtetet Bashkuara të Amerikës janë të lidhur ngushtë me interesat e aleatëve. Sepse përhapja edhe fuqia ushtarake e Shtetit Bashkuara të Amerikës është ajo që siguron ata që ta në fillim zinxhirin e furnizimit. Gjitha pikat delikate.
Dhe e parë në këtë konvështrim, fuqizimi ushtarak i vendeve europiane në NATO është vetëm pozitive, nuk ka asgjë negative. Nuk ka asnjë arsye për të besuar që Shtetet Bashkuara të Amerikës do të tërhiqen nga NATO, sepse në radhë parë nuk është në interesin e Shtetit Bashkuara të Amerikës të tërhiqen nga NATO. Nuk mundet. Shtetet Bashkuara të Amerikës janë sot Shtetet Bashkuara të Amerikës për shkak të rrjetit të aleatëve. Në Europë, në Azinë e Largët, Korea, Japonia, Australia, dhe në vende tjera. Kështu që nuk mundet të shëbahet të jenë fuqi globale pa një rrjet global të vendeve aleatë. Dhe në këtë aspekt NATO është shtylla e politikës së sigurisë Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe kjo nuk ndryshon. Ngjyrimet mbi rolin e shteteve europiane janë, por nuk kanë dalë sot. Kritika e Shtetit Bashkuar të Amerikës për peshën e Europës në NATO kanë qenë historikisht. Në 2014 samitin e Walesit është përcaktuar në kohën e Obamës, është përcaktuar që vendet europiane të rrisin buxhetin e mbrojtjes në 2% të GDP-s. Në 5 ka shkuar. Në mos gaboj duhet ketë qenë në kohën e Trump dhe 2% apo jo? Jo, nuk pjesa më në presidencën e parë. Në samitin e 2014-ës, vendet anëtare të NATO-s, nën insistimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës, kanë rënë dakord që të ngrihet të rritet buxheti shkojnë në 2%. Ne në atë kohë kemi pas, nuk e di sa ka qenë në periudhën e Partisë Socialiste, po di që kur kemi lënë në Partia Demokratike ka qenë diku ke 0.57%. Jo. Ka qenë 0.9, 0.8, 0.9 diçka e tillë. Vetëm 2-3 vende në 2014 kanë pas buxhetin mbi 2%. Shtetet Bashkuara të Amerikës vete kanë pas 3.4%. Dhe nuk u bë asgjë. Ndodhi lufta në Ukrainë dhe këta ishin pa buxhet ushtarak. Erdhi mandatin e parë presidenti Trump, përdori shantazhet dhe kërcënimet për NATO në mënyrë që të detyrojë të rrisin edhe këta prapë nuk i rritën. Dhe jemi në këtë pikë, në këtë fazë. Është kërkuar 5%. Është kërkuar 5%, nuk arrihet dot 5%, është shumë, edhe u arrit një kompromis 3.5% për ushtrinë, 1.5% për infrastrukturë civile. Mbrojtëse, për qëllimet mbrojtëse. Infrastrukturë civile e cila mund të vendoset në shërbim të infrastrukturës mbrojtjes në rastet e nevojës. Por është infrastrukturë civile. Kujtojmë këtu transportet, rrugët, korridore. Kujtojmë këtu për shembull Meloni do të bëjë një urën e Mesinës. Urën e Mesinës, do të përdorë këtë justifikim për të bërë atë urë për investim. Për investim. Për të kthyer te konflikti aktual, ne nuk kemi peshë, por kemi detyrime. Ndërkohë që është zgjedhur sipas mendjave iraniane lideri suprem djali Ali Khamenei. Mojtaba Khamenei. Edhe në një ditë. Shohim nesër se dima është as është. Por, ke roli i Shqipërisë, ne kemi detyrime që kemi marrë ndaj Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhe detyrime që kemi marrë ndaj Shtetit Bashkuar të Amerikës në raport me Iranin janë dy. E para, pranimi i mujahedinëve opozitës iraniane në Shqipëri. Kjo na rrezikon? Na bën target në moment e konfliktit? Ta shpjegoj. Dhe dyta, vendimi për të mbyllur ambasadën e Iranit në Shqipëri. Vendimi për të mbyllur ambasadën e Iranit në Shqipëri është marrë sepse në 2019, në maj të 2019, ka një rezolut Kongresit Amerikan, rezolut bipartizane, dy partive politike, që i kërkon qeverisë Shtetit Bashkuar të Amerikës, e ka fuqinë e ligjit, që i kërkon qeverisë Shtetit Bashkuar të Amerikës të insistojnë mbi vendet e rajonit dhe veçanërisht mbi Shqipërinë që të mbyllin ambasadën e Iranit. Argumentet pastaj jo sulme kibernetike, ato pastaj nuk. E dyta, në raport me mujahedinët. Jo kujtoni që para një 2 vjet e gjys ka pas një ndërhyrje policore në kampin e tyre. Nga i moment e mbrapa ata nuk janë marrë me aktivitet politik. Dhe ka një marrëveshje me gjitha palëve që ata të mos merren me si grup i izoluar në fundit. Që të mos merren me aktivitet politik. Dhe sigurisht që ata kanë njerëz të tyre, janë edhe protestuesit që janë pjesë e rrjetit të tyre, ka disa opozite iraniane, por nuk është se kanë asnjëra prej tyre nuk është solide. Dhe unë nuk besoj që
Parë nuk e di me ka kapacitetet të sulmuar, dhe dyta nuk besoj që nuk ja vlen të sulmojë, dhe treta që është kryesore e Shqipërisë është vendantare e NATO-s. Në rast sulmin e Shqipërisë, aktivizohet neni 5 i traktatit NATO-s që e fut NATO në luftë me Iranin. Në gjitha vendet që ka godit Irani, Turqia përdorët, territori Turqisë përdorët për sulmin ndaj Iranit. Jo, nuk përdorët. Incirlik doli ai ministri e tha që nuk e kemi lejuar Incirlikun të përdorët. Për bombardime, po jo për inteligencë. Përdorët qendra e avionëve VAX atje. Territori Turqisë përdorët për bombardime. Ne nuk kemi lejuar të përdoret në operacionin e tanishëm. Ky është deklarata zyrtare e ministrit jashtëm. Edhe vendet e gjirit thonë që ne nuk e kemi lejuar, por s'na kanë pyet. Se kjo është argumenti që përdorin ata, që kanë bazën, Shtetet Bashkuara kanë bazën këtu, ne kur thanë mos e përdorni, po ata përdorin, s'kemi çau bëjmë. Pjesë e argumenteve është njësoj si aeroporti e 2 bazat britanike në Çipër. As ato nuk janë përdorur për të kryer sulme, por u sulmuan nga Çipra nuk është në NATO. Prandaj është situata më delikate. Është alarmant. Domethënë është alarm, jo alarm i rrem. Nëse ekziston një probabilitet prej 1%, institucionet shtetërore do të marrin masat. Duhet mblidhet Këshilli i Sigurisë Kombëtare? Mblidhet, po nuk bën gjë se s'ka gjendor. Gjithë mekanizmin e sigurisë kombëtare e ka ekzekutivi dhe ka kryeministri. Si në gjitha demokracitë. Dhe përveç Këshillit Sigurisë Kombëtare, që drejtohet nga presidenti dhe gjithë tjerët janë ekzekutiv, ka edhe një komitet politike të sigurisë që është në varësi të kryeministrit, që është kabineti i sigurisë, po themi, nuk e quajmë ne zyrtarisht. Izraelitët e kanë security cabinet, është një numër institucionesh, jo gjithë kabineti, edhe ne kemi në strategjinë e sigurisë kombëtare, që është miratuar për herë të parë në 2004 dhe pastaj është updateuar disa herë, përveç Këshillit Sigurisë Kombëtare që drejtohet nga presidenti, që nuk ka asnjë rol vetëm në rast lufte. Po sepse është institucion kushtetues. Ka gjitha mekanizmet i ka kryeministri. E thënë kjo, a duhet një bashkëpunim dhe kohezion mbar politik? Duhet jo vetëm tani në kohë krize, duhet në kohë paqe. Përsa e përket përcaktimit Shqipërisë në raport përsa e përket përcaktimit të interesave shtetërore dhe kombëtare. Pra janë disa vija të kuqe që asnjëra nga palët nuk duhet t'i kaloj. A jemi në atë gjendje? Duke qenë se Shqipëria operon në kuadrin e NATO-s, në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë, gjitha veprimet dhe planet tona bën në kuadrët NATO-s dhe ka bashkërendim të gjithë shka edhe me NATO-n edhe me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kështu që nuk e shoh në një shqetësim të madh. Okej. Tavani, duhet kemi në një aleancë të qëndrueshme, të pa diskutuar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Ne kemi marrë vendimin prej kohësh, në këtë drejtim, kështu që nuk e di. Jo, e kemi marrë deri tani, por duhet. Vendimin e kemi marrë edhe për pozicionimin tonë lidhje me Iranin. Në momentin që kemi pranuar Mekun këtu, normalisht e kemi marrë një pozicion, sepse Meku është opozitari i qeverisë aktuale në Iran. Dhe e kemi marrë Mekun sepse kemi detyrimet tona. Pra, na pëlqente dikur që Amerikanët dhe francezët, dhe britanikët, dhe gjermanë, dhe të tjerë të rrezikonin jetën e tyre për të sjellë lirinë Kosovës, tashmë duhet rrezikojmë dhe ne diçka duke marrë përsipër. A rrezikojmë ne konkretisht? Rreziku është relativisht i vogël në goditje me raketa, këto janë prallat ose më saktë kanë shumë të drejta. A është e mundur fizikisht, teknikisht të realizohet diçka e tillë para se të shkojmë nëse ka vullnet apo si a vlen, si çdo ta vënë. Ka sisteme mbrojtjes në interceptor të lartësive, të cilët janë sistemet THAAD, sistemet Aegis, të cilët janë të vendosura dhe në Turqi dhe në Rumani dhe Greqi dhe në vende të tjera, dhe është jashtëzakonisht e vështirë pothuajse e pamundur që të ndodhi me kushtet aktuale ku jemi. Por ekziston gjithmonë mundësia e akteve terroriste. Nuk do të harruar që në 2019 këtu janë përzënë në vende dhe janë arrestuar personat lidhur me një komplot të mundshëm
për të vendosur bomba nga agenti iranian. Pra, dhe kjo ka shërbyer pastaj edhe një nga arsyet për prishjen e marrëdhënieve, për ndërprerjen e marrëdhënieve. Pra, akte të brendshme mund të ketë? Mund të ketë, dhe në këtë drejtim besoj ato që janë shërbime të inteligjencës janë në alert bashkë me ata që janë aleat, por në goditje në kuptimin e po themi raketave është e vështirë. Është e vështirë sepse aktivizohet Neni 5 dhe deri tani hapësira jo mbrohet nga Italia dhe Greqia, ajrora, apo jo? Shiko, në drejtimi i Iranit, interceptorët e parë janë vendosur në Turqi, domethënë janë interceptorët të lartësive të mëdha e tjerë, është ai early warning system të tjerë, ka aq shumë gjëra, domethënë është pratikisht e pamundur me kushtet aktuale që ka Irani dhe me kapacitetet aktuale që kanë NATO. Do ishte ndryshe situata nëse Irani për shembull do kishte si në rastin konkret për shembull kur bën ato goditje në drejtim të Arabisë Saudite apo në drejtim të Emirateve Arabe të tjerë, ai e saturon mbrojtjen me një numër të shumë të madh raketash dhe dronësh. Dhe mbrojtja, si thua, në një farë mënyrë ka shumë objektiva për të kapur në krahasim me kapacitetet që ka dhe disa kalojnë. Është shumë e vështirë që kjo taktikë të përdoret për distanca kaq të larta, 2800-3000 kilometra sa jemi ne në distancë me Iranin. Aq më tepër që është tjetër lloj rakete që do niset, ka tjetër lloj interceptorësh. Pra është pratikisht e pamundur që të ndodhë një gjë e tillë me kapacitet aktuale. Por, nëse kapacitetet do rriteshin, edhe ai skenar mund të ishte i mundshëm në të ardhmen. Dhe kjo është një nga arsyet që pse Irani është goditur tani dhe pse për Shqipërinë, për interesin tonë kombëtar, është e mirë që Irani mos ketë as armë bërthamore dhe as raketa. Ka dhe një komponent tjetër për cilin nuk flitet shumë për sa i përket Iranit. Koncepti teologjik i shijave ka të bëjë me daljen në jetë atij që është imami i fundit, Mahdi, është koncepti i 12 imamëve. Dhe imami Mahdi, i cili ka qenë imami i viteve 800 e ca, 860 dhe më tepër, sipas doktrinës shia, jeton i fshehur dhe ka për të shfaqur në momentin kur ndodhi një katrahure e madhe dhe do vi dhe do shpëtoj njerëzimin. Kështu që mos u habisni që ka njerëz brenda aparatit teokratik, vendimarrës, politik në Iran, të cilët janë të interesuar dhe për një luftë përgjithshme. Sepse sipas tyre në atë moment ku të jetë bota total në kaos, do shfaqet ky dhe do sjelli po themi paqen dhe botën, do të thonë dhe mirësinë në botë. Okej. Pra, për këtë aspektin fetar do pyes Egonin. Ky elementi fetar është dhe ky diçka për të marrë parasysh se çfarë rrezikshmërie mund të ketë që elemente të tillë të marrin dhe armë bërthamore dhe të kenë dhe kapacitetin që këto armë të projektojnë në distanca të gjata. Po e kuptoj. Për të shpjeguar pak pjesën e sigurisë dhe për të kaluar tek elementi fest pastaj. Unë mendoj që elementi fetar në Iran është çështje koveri, mbulese për pushtetin. Po frymëzon ai sa do kovër tjetër. Politik që ka ky grup i këtyre. Është cover, është ideologji, po është ideologji fetare, po është cover për qëllimin e mbajtjes, marrjes dhe të mbajtjes të pushtetit politik të këtij grupi në Iran. Ky është mendimi im. E dyta, hedhja e një rakete, dhe nëse do t'i kenë kapacitetet sipas këtyre analizëve kanë raketa të tilla, sepse shiko, Irani industrinë e raketave balistike, teknologjinë e ka marrë nga Korea e Veriut. Dhe Korea e Veriut ka teknologjinë, ka raketat vetat që hidhen deri në 11.000, kanë rrezën deri në 11.000. Sipas analistëve perëndimor, Irani ka kapacitetin e raketave që të arrijë Shqipërinë. Nga ana teknike, që të hidhet një raket, do merret një vendim politik nga udhëheqja iraniane kundër atij qendrës mek që është këtu në Shqipëri. Po unë mendoj që udhëheqja politike sot, ky djali i atij që u vra, Ali Khamenei, ka halle të tjera përpara se sa të hedh një merret me Shqipërinë në këtë moment. Kundër këtij grupi të izoluar, ata e dinë shumë, është një grup i izoluar i këtyre. Nuk është fare në fokus të interesit të tyre për këtë moment. Kjo është e para. E dyta, ka halle aq të mëdha sa edhe më i çmendur i tjetë nuk mund të marrë këtë vendimin që të urdhëroj ushtrinë që të gjuajë me këtë raketë. Kështu që probabiliteti është, për mendimin tim,
I pamundur. Shumë i vogël. Sa ndikon efekti elementi fetar, Egon? Po, fatkeqësisht, prej ligjërimit të këtyre liderve, do të thoja unë të papërgjegjshëm, ndikon shumë, nuk do duhet ishte kështu, por ndikon shumë sepse mobilizon, ka efekt mobilizues, pra i jep edhe turmave, pra mbështetësve politik, po themi, pra galvanizon mbështetje politike brenda vendit, por edhe drejtuesve ushtarak, pra aty ku mobilizimi duhet të jetë më i rrept, e krijon këtë efektin e motivit dhe të jep një objektiv përpara, siç e ka Irani për këtë që tha Endri, apo siç e ka Izraeli për tempullin e tretë, se nuk ka rëndësi të futemi në shumë detaje, apo siç e kanë këta evangelistët sionistë si punë e këtij Lindsey Grahamit, që për mendimin tim nuk ka ndonjë dallim nga ISIS-i, thjesht ndryshon libri i shenjtë, këta kanë Biblën, ata kanë Kuranin, po janë në një njëjta prerje vrasësish, do thoja, nuk ka ndonjë dallim. Fatkeqësisht ndikon. Po sa i takon, se besoj edhe për çështjen e raketave të Iranit, jo, nuk mendoj që ka rrezik. Nuk mendoj që ka rrezik e para, sepse unë nuk mendoj që realisht Irani i ka raketat me kapacitet për të mbritur deri në Shqipëri. Unë kam përshtypjen që nga pikpamja teknike Irani ka deri në 2000 km, por Shqipëria është një çik më tej se sa 2000 km. Dhe e dyta, nuk ka ndonjë interes. Kemi parasysh që Irani të paktën kishte vënë në arsenal të gatshëm diku rreth 2000 apo 2000 pak raketa, 1000 apo 1200 prej të cilave i ka harxhuar deri tani, që është dita e treta e katërt. Po ndërkohë vazhdojnë prodhojnë? Okej, po sa do prodhojnë, sepse... Mund të goditen bazat ku prodhohen? Janë goditur. Janë goditur, janë shkatruar? Problemi është që janë në thellë në tokë, në bunker, edhe në tunele, si që kemi pasur edhe në një pjesë, do më thënë, e cila është vështirë pra që ti eliminosh. Por, ti mund ti eliminosh infrastrukturën për rreth, plus ato që janë hyrjet e daljet. Pra ti mund t'ja blokosh daljen nga tuneli, ose mund të shkaktosh probleme në infrastrukturën, për shumë çuarjen e energjisë, ujit, ajrimit e këto tjerët, siç ndodhi në rastin e goditjes para një viti. Por, për të eliminuar në 100% është e vështirë. Gjithsesi, edhe kjo goditje kaq sa, po themi, këto kushte, në një farë mënyrë e ul kapacitetin e prodhimit, aq më tepër që ata që po shkojnë pra goditjet më të rëndësishme janë në drejtim të lëshuesve për momentin, sepse këto janë raketat cilat nisen me lëshues. Pra, si them, jenë si tip kamioni për do një den, domethënë, shkon në magazin, merr raketën, pozicionohet, qëllon, pastaj shkon prap, merr raketën, dhe këta janë shtretrit e lëshimit, janë ata që janë më të rëndësishmit për momentin, sepse pa ata nuk do ketë lëshues në të tipit tillë. Që ta përfundoj, unë mendoj që sipas analizës gjithmonë, cilë unë u referohem, në këtë moment që po flasim, ndoshta ditët në vijim ndryshon, interesi i Iranit është në mënyrë primare goditja e vendeve të gjirit, jo e Izraelit. Patjetër edhe e Izraelit, domethënë në një raket apo disa raketa do të lëshojë dhe drejt Izraelit sigurisht, por është e vendeve të gjirit? Është e vendeve të gjirit për të eksportuar krizën ekonomike që do të prodhojë goditja e vendeve të gjirit e bazave, patjetër bazave amerikane atje, e impianteve të nxjerrjes dhe të përpunimit të naftës, e anijeve, për ta çuar fuqinë e naftës $200. Për ta çuar, për ta eksportuar këtë krizë ekonomike që do të krijonte kjo goditje drejt perëndimit. Pra këtu e ka të fokusuar objektivin. Dhe e anijeve, për shembull, dhe shumë analistë e shohin me problem që aty tek ngushtica e Hormuzit janë ndedhur deri 150 anije, po mund të jenë edhe më shumë tani, sepse mund të jetë një objektiv i lehtë, po ti mbledhur shumë anije bashkë, ke shumë lehtë që ti godasësh. Pra, objektivi i Iranit është edhe në kundër përgjigje është shumë strategjik dhe mendoj që nuk ka ndonjë interes që ndonjë raket ta lëshojë këtej, edhe sikur ta kishte kapacitetin për ta bërë këtë gjë. Sa kushton një prodhim i një rakete për ta çuar kështu kot? Raketat që janë me miliona, ato që janë me miliona. Problemi që është ngushtica, mbyllja e ngushticës së Hormuzit, domethënë është problem, si thua, thik me dy presa për Iranin, sepse
nuk është se dëmton vetëm ekonominë globale, po dëmton dhe Kinën. Dhe Kina është ajo e cila kur ndodhi lufta 12 ditore, vitin e kaluar ishte ajo që tha që ngushtica duhet të qëndrojë hapur dhe Irani nuk e mbylli atë të kaluar. Plus, në dallim nga herët e tjera, këtë radhë është azgjësuar pothuajse gjithë flota e Iranit, ato që janë anijet kryesore mbiujse, fregatat që kanë pasur ata, kanë pasur 2 anije tjerë që kanë qenë për dronët, janë, po, kishte 7 fregata, kishte 3 korvete, diçka e tillë. Se ne merrim, po. Ideja është që është goditur flota, është goditur dhe jo vetëm flota, po ato që janë, ata kanë pasur ca motoskaf të vegjël që shërbenin si më tepër si terroristë dhe mbajtën mbi qyre. Trump tha që ngushtica është e hapur dhe do eskortohet në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në një farë mënyrë edhe për Iranin është një frymarrje sepse nën kuadrin e atyre anijeve që kalojnë aty mund të çojë dhe gazin e vet. Kina gjithashtu është kundër mbylljes. Ka deklarata nga Kina këto ditë? Kina gjithmonë dënon me ashpërsi çdo, po themi, me çdo ndërhyrje prishje të trendit kombëtar, shkelje të drejtës ndërkombëtare. Dhe diçka që mund thuhet për të drejtën ndërkombëtare, sepse diskutohet nga Kina, nga Rusia, nga Korea. Po, e drejta ndërkombëtare, si thua, është çështje interpretimi. Pra, ajo që është në kartën e Kombeve të Bashkuara është që nëse ti, pra ka 2 mundësi që të ndërhysh ushtarakisht në një shteti, ose me vendim të Këshillit të Sigurimit, pra duke qenë me një rezolut të OKB-s, ose mund të ndërhysh në përgjigje të një rreziku imediat apo invazioni që është i kryer tashmë. Pra, këto janë 2 raste që ti e justifikuar. Shtetet Bashkuara të Amerikës në këtë rast i referojnë pjesës dytë, rrezikut imediat ose agresionit të kryer tashmë nga ana e Iranit. Dhe për këtë i referojnë faktit që Irani ka financuar proxy, dhe për shembull rasti i, po themi, i Houthi, pra Irani ka financuar Houthi, të cilët kanë goditur anijet amerikane ushtarake në rajon. Dhe ky është sipas Shtetit Bashkuar është akt lufte. Diferenca është e fakti a janë në ndikimin e drejt për drejt, pra ka kontroll të plot, pra sipas doktrinës juridike duhet ishte që Irani ka kontrollin e plot të veprimeve politike të atij grupi. Dhe në këtë mënyrë ai veprimi i atij grupi mund të quhet si akt lufte dhe Shtetet Bashkuara janë po themi të justifikuar për të përgjigjur. Këtu fillon ndahet mendimi i ekspertëve. Ca thonë që nuk është në kontrollin e plot, Amerika thotë informacionet e mia thonë që është kontrolli plot. Dhe normalisht unë e quaj akt lufte këtë, siç mund të quaj akt lufte financimin e grupeve terroriste brenda komploteve, vrasjes, tentativave për vrasjen të Trump, dhe një nga arsyet që Trump mund të ketë qenë personale, fakti që ka pasur 2 tentativa nga ana e shërbimeve sekrete iraniane për të eliminuar Trump gjatë fushatës elektorale që ka qenë para 2 vjetësh, pra se është ai elementi personal i Trump. Pra, në kuadrin e vetë, gjithë këto veprime që ka bërë Irani, me mbështetjen e grupeve terroriste, me tentativat që ka pasur ndaj ish-presidentit apo kandidatit për president, me goditjet ndaj bazave amerikane apo ushtarëve amerikanë apo aseteve amerikane në rajon nëpërmjet proxyve të vet, për Shtetet Bashkuara të Amerikës ka një agresion i cili është, po themi, më se i qartë, kështu që unë jam i justifikuar. Për një pjesë tjetër thotë që jo, sepse nuk është tamam ashtu, po domethënë ka një interpretim tjetër që nuk mund të konsiderohet kjo një ndërhyrje dhe normalisht ndërhyrja e Shtetit Bashkuar pastaj del jashtë kuadrit të kartës OKB-s. Shkojmë në pak reklama dhe kthehemi në pjesën e tretë. Sa pritet të zgjasë, çfarë pritet të prodhojë dhe në fund fare çfarë duhet të dinë qytetarët shqiptarë në gjithë këtë situatë. Shkurtimisht në pjesën e tretë. Beni, se jemi në minutat e fundit. Zgjedhja e djalit Ali Khameneit tregon diçka për situatën në lindjen e mesme dhe për qasjen që ka Irani në këto momente për të shkuar tek ajo që kur pritet që të ketë një rezultat në negociata dhe të mbyllet, të përfundojë ky konflikt. Unë shikoj zgjedhjen e djalit Ali Khameneit si një shenjë bllokimi negociatash. Sepse midis të tjerave, ai do të ndjek plotësisht rrugën e Tjatit dhe i frymëzuar ndoshta edhe nga akmarrja. Ka edhe motiv akmarrje ndaj Izraelit, kështu që çështja e negociatave besoj se është bllokuar tash për tash. Por kozgjatja e luftës, për mendimin tim, do të varet nga 2 gjëra.
Nga ana politike, nga vullneti i palëve për të vazhduar deri në arritjen e qëllimeve të tyre, Amerika deri në arritjen e qëllimit saj, deri në arritjen e objektivit strategjik që i ka vënë vetes në raport me këtë konflikt shumë angazhuar. Po kemi edhe krahun iranian, do varet dhe nga vullneti politik deri ku do ta çojnë ata, ku intereson atyre, që objektivi kanë për të quar këtë konflikt. Nga ana politike, nga ana ushtarake, ju thash, do varet për Iranin nga rezervat e raketave, nga mundësia logjistike që do ketë ai për të vazhduar prodhimin e raketave dhe t'i hedh, do të varet dhe nga reagimi i Kinës dhe i Rusisë për ta mbështetur logjistikisht edhe me informacion. Ndërsa nga pjesa tjetër, unë nuk se kam në një merak të madh për arsenalin e municionave të drejtuara sulmuese të Amerikës. Ka jashtëzakonisht shumë që të godas. Gjithë çështja teknike është sasia interceptorëve, këtyre raketave Patriot dhe THAAD, sasia e rezervave të tyre. Irani deri tash këto 4 ditë ka përdorur qindra, askush nuk e di sakt numrin, qindra raketa, ndërsa dronët është mënyrë përdorimi luftarak. Dronët hidhen për qëndrimin e mbrojtjes kundërore, ndërsa raketat balistike hidhen për të goditur objektivet e tyre. Dhe unë mendoj, nga ana strategjike, nga ana ushtarake, që Irani ka përdorur raketat më të vjetra, në shumicën e rasteve. Në mënyrë tillë që interceptorët amerikanë, izraelit dhe të këtyre vendeve të tjerit të harxhohen. Okej. Një raket balistike minimalisht do 2, mundoj dhe më tepër, po minimalisht do 2 raketa interceptore, pak 3 apo THAAD. Kështu që nga këtu do varet nga ana ushtarake, nga rezervat kundërore të koalicionit amerikan. Avenir, si njëri i cili ke studiuar në lindjen e mesme dhe njeh mirë edhe terrenin atje, por dhe si ekspert sigurie dhe marrëdhënieve gjeostrategjike, çfarë mendon se është urgjente për klasën politike shqiptar, po ndoshta edhe për një qytetar të thjeshtë që na dëgjon tani për të bërë në këtë moment në raport si një vend i vogël në raport me këtë konflikt të madh? Nuk është se kemi gjë në dorë për bërë. Se kemi gjë në dorë dhe nuk është se jemi aktor. Roli është vetëm ke fakti që jemi mbështetës të... Duhet jenë të kujdesshëm liderët politikë në deklaratat që bëjnë? Të kujdesshëm duhet jenë gjithmonë edhe të matur, por kryeministri ka qenë aktiv në linjën e mesme, jo vetëm tani, po edhe në muajt në vazhdim. Kryeministri ka qenë në Knesetin Izraelit foli, në Parlamentin Izraelit foli, ka qenë në vendet e tjera, ka qenë në Arabi Saudite, ka marrëdhënie të mira me leadershipin atje. Kryeministri përveç fjalëve në raport me konfliktin atje nuk ka asgjë tjetër. Mund të ketë ndonjë vot në OKB, po edhe ajo në Asamblenë e Përgjithshme nuk është se ka pesh. Për sa i përket këtu tham që nuk ka rrezik. Rreziku i vetëm që potencialisht që mund të ndodhë është mënyra jo konvencionale, akte terroriste. Ato ka ndorë. Aty po. Ka pas gjatë këtyre viteve të paktën 2 përpjekje nga ana e Iranit kryer akte terroriste në Shqipëri, njëherë në kampin Ashraf në Manzë dhe njëherë tek kryegjyshata Bektashi, e cila bashkëpunim me partnerët është parandaluar. Kjo është ajo çfarë mund të bëjmë. E kemi në shërbimin inteligent sot në Shqipëri në lartësinë që kërkon koha? Për shërbimin nuk e di, po di që bashkëpunimi ndërkombëtar është i mirë. Dhe ne nuk kemi rrjet që të kontrollojë se kush janë iranianët që lëvizin për Europë dhe që vinë këtu, por shkëmbimi informacionit punojmë me partnerët. Por që kjo është fusha kur Shqipëria duhet fokusohet tek parandalimi i veprimeve të mundshme subversive të rrjeteve që kanë ata. Tafani, mendon që do të zgjasë si konflikt?
Për zgjatur, do zgjasë për sa kohë që ka një ideologji dhe ka njerëz të gatshëm që të vdesin për atë ideologji. Përveç Gardës Revolucionare që është rreth 190.000, ke edhe trupat që janë trupat Basij, që janë fanatik, dhe që teorikisht mund të shkojnë deri 5 milion nëse mobilizohen, po dyshoj që ajo shifër tjeta që lartë, domethënë, është më tepër si rezervistët që kemi pasur ne në Shqipëri, domethënë që me shifra ishin shumë, pastaj po të vinte puna për të efekti luftarak, nuk është se ishte po i njëjti, domethënë, ose kishte të njëjtin vullnet për të luftuar në ai që ishte në letra. Në rasti i po themi ajo që Irani pretendon është fakti i lodhjes së Shtetit Bashkuar të Amerikës. Pra, pretendon që nëpërmjet sulmeve, nëpërmjet dronëve, të harxojë ato të cilat janë rezerva strategjike dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës mos kenë më, po themi, mundësim për të kryer veprimet mëtejshme. Por kam përshtypjen që për fatin e keq të Iranit, domethënë, ka ndodhur një konflikt tjetër përpara, si puna e konfliktit të Ukrainës, në të cilin është kuptuar asimetria e luftës. Në të cilin, siç e përmendëm përpara, rasti ishte, po themi, i droneve apo interceptorëve, që përmend numrin interceptorëve. Interceptorët në Ukrainë tashmë interceptorët përdoren vetëm për raketat, kurse për sa i përket dronëve ka gjetur solucione të tjerë antidron, sepse nuk ja vlen që të harxosh $1 milion raket Patriotit për 50.000 euro që bën një dron. Në këtë rast Ukraina ka pasur solucionet e veta, po njëkohësisht edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke pasur parasysh eksperiencën po themi, Ukrainës, kanë nxjerrë dhe ato solucionet e tyre. Ajo që kanë për një viti është një kompania Anduril, e cila është duke prodhuar sisteme që janë jashtëzakonisht efikase, antidron, dhe që janë shumë tira dhe që ka filluar të prodhojnë në sasi jashtëzakonisht të mëdha që vjet. Pra, një përgatitje, para përgatitjes së Shtetet Bashkuara për këtë situatë ka pasur. Dhe kjo e ka bërë që të paktën pretendon që mund të vazhdojë edhe me muaj të tërë këtë fushat. Okej, ose me vite. Pa pasur asgjë. Në krau tjetër, jo, Petër Tili është për Palantirin. Përveç kësaj ke solucione të tjera. Për shembull, Izraeli ka nxjerrë tek Iron Dome, ka futur elementet e mbrojtjes me lazer. Pra, tashmë ka edhe video në internet kur Hezbollah filluan të lëshonin raketa në drejtim të territorit Izraelit, u azisuan nga lazeri. Pra ti harxhon $200-300 që është një raketë e tillë, pra ato sistemet artillerisë, apo më tepër 500 deri 1000 që mund të shkojë, azisohen me $2 që është një goditje me lazer. Pra kjo asimetri tashmë për shkak të teknologjisë, Shtetet Bashkuara dhe Izraeli në këtë rast kanë këtë avantazh. Avantazh tjetër është avantazhi i asaj që është inteligjenca artificiale. Janë 2 elementë që përdoren, janë 2 sisteme, njëri është Palantir, në cilin është Peter Thiel, dhe tjetër është Anthropic. Dhe janë 2 sisteme inteligjencë jashtëzakonisht efikas. Anthropic është përdorur për të hequr qafe Madurën, pra për të kapur Madurën. Dhe Anthropic bashkë me Palantirin po përdoren në këtë rast edhe për vrasjen e, po themi, e Khameneit në këtë rast. Pra, ajo që ka ndodhur me Ukrainën i kanë ndihmuar dhe perëndimin të kuptojë që ku çedojnë për të qenë më efikas. Kjo metodë, siç e ka dhe Rusia. Rusia, për shembull, atë sulm që ju shikoni gjithë këto ditë në drejtim të vendeve, Rusia ka natë për natë në Ukrainë prej, po themi, prej 4 vjet. Tani më shumë se 4 vjet tashmë. Vetëm dron Shahid janë mbi 57.000 të lëshuar në Ukrainë. Pa llogaritur ato me mira raketa dhe që janë kalibër, kinxhale të tjerë. Dhe gjithë kjo eksperiencë e ka ndihmuar dhe perëndimin të kuptojë ku është kjo metoda e saturimit, që ishte edhe rasti që përmenda në fillim për rritjen e numrit raketave apo dronëve këto, dhe ka bërë kundërmasat. Se sa efikase do jenë këto kundërmasa dhe a e kanë arritur atë potencial për ta përballuar një të gjatë, do e shohim. Megjithatë, janë duke u marrë masa të tjera. Është raportuar për shembull që në zonën perëndimore të Iranit tashmë janë duke u çuar dërgesa me armë në drejtim të kurdëve. Ka pasur dhe një telefonat të Trump me liderat kurd dhe për herë të parë në historinë e tyre janë bërë bashkë disa parti të cilat si punë shqiptarëve dhe ata vrasin njëri tjetrin për inate partijake, domethënë.
Dhe kanë arritur një farë, po themi, bashkëpunimi dhe koordinimi dhe kurdët, dhe mendohet që kurdët mund të përdoren si element për të bërë atë, për të zëvendësuar ato trupa toksore, të cilat Shtetet Bashkuara për momentin nuk janë. Përveç kësaj ka dhe ndërhyrje të shërbimeve sekrete, ka pas operacione dje, ka pas operacionet Mossadit, operacionet toksore, pra kanë vajtur, kanë eliminuar një objektiv dhe pastaj janë larguar. Pra infiltrimet të tilla do ketë, por nëse do ketë trupa toksore mund të përdoren kurdët, mund të përdoren azerët, jo më kot ai pasardhësi Riza Palevi dhe ai përmendte pra u drejtua me një mesazh kurdëve, azerëve, baluçve, gjithë to që ishin pakica, në mënyrë të tillë që të kishin mundësi të merrnin armët ose të paktën të përpiqeshin për një Iran ndryshe. Kështu që mund të zgjasin nëse do shkojnë në këtë drejtim dhe uroj që shpresë e Iranit që t'i mbarojnë bombët Amerikës, domethënë të jetë shpresë e gabuar, domethënë normalisht. Ç'është javësh, muajsh apo vitesh? Nuk është puna se i mbarojnë bombat Amerikës nuk i mbarojnë bombat, por në raport me angazhimin e Iran. Se imagjino tash të sjellësh gjithë flotën tënde, gjithë arsenalin tënd ushtarak për të mundur Iranin. Pra, themi ne është pak ulje, sepse po e vë në nivel të barabartë. Pra, gjithë ajo kosto e jashtëzakonshme thjesht për një ndryshim regjimit dhe çfarë fiton pas, që mund të jetë në kuptimin strategjik të arritjes objektiveve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, mund të jetë legjitime, po ja vlen bara që Iran që ti të sjellësh gjithë aeroplan mbajtëset aty, gjithë arsenalin e raketave për të mundur Iranin, okej, e munde, po çfarë mësimi është ky për kundërshtarët e tjerë, çfarë mësimi është ky për Kinën, pra për fuqinë tënde përballë një kundërshtarje. Pra kur ti sjell të gjithë flotën aty, 1/3 në flotës për Iranin dhe nuk dihet ende si do shkojë, Kina fillon dhe bën llogarit e veta nga ana tjetër. Thotë që okej, këta mbazës janë dhe aq të fortë sa ç'duket. Pra, për të thënë këtë gjë që kaq lart sa Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë ngritur stekën me deklarata politike, unë mendoj që asgjë më pak se sa një ndryshim regjimi nuk është fitore. Që do të thotë që në optikën time, ajo që kam më shumë mundësi të ndodhi është një konflikt i zgjatur rajonal. Nuk besoj që do të shkojë në konflikt të niveleve botërore, sepse Rusia që të shkojë konflikt të niveleve botërore duhet të përfshihen superfuqitë botërore. Rusia, Kina, përveç Shteteve të Bashkuara të Amerikës, nuk besoj që Rusia ka interes të përfshihet pak në këtë moment, sepse ka atë frontin e hapur aty në Ukrainë, pra ka interes që të përfitojë diçka edhe prej takimit të Alaskës me presidentin Trump, apo jo. Nuk besoj që ka ndonjë kuptim dhe për më tepër Rusia e ka dorëzuar në një mënyrë ose në një mënyrë tjetër Sirin, që ishte një tokë e saj deri me regjimin e Asadit. Gjithashtu Kina nga ana tjetër nuk besoj që ka në këtë moment interes drejt për drejt, thjesht mban atë qëndrimin e vet deklarativ, sepse ka çështjen e brezit parë dhe dytë të ishujve me Tajvanin. Pra i kanë të fokusuara, po themi, forcat e tyre dy superfuqitë e tjera. Po mund ta shfrytëzoj këtë konflikt për një sulm ndaj Tajvanit më vonë, po. Zinxhiri të konfliktit botror i mungon vetëm një hall. Kina me Tajvanin. Dhe kjo i jep dorë për ta bërë. Le temi diçka për shkak që jemi te Kina. Kina e ka furnizuar Venezuelën me radarat më të fundit që gjas me tokatmin avionat e gjeneratës 5. Dështoi me sukses plot. Njëjtën gjë furnizoi, po themi, Iranin me radarat më të fundit. Dështoi me sukses plot. Iranin e furnizoi dhe me raketa balistike kundër anijeve. Versioni i DF-21-shit që u përfol që u goditën me 4 raketa në drejtim të, po themi, aeroplan mbajtëses, Abraham Lincoln, që u dha lajmi para 2 ditësh, dhe aty dështuan, po themi, me sukses plot. Ideja është që, pavarësisht se çfarë mund të themi ne për potencialin e Kinës, është e vërtetë që Kina ka potencial për ndërtuar gjëra, por nuk janë të testuar në fushë betejë. Dhe kjo e bën Kinën që të dyshojë dhe në kapacitetet e veta, sepse performanca e mjeteve ushtarake kineze për momentin lë për dëshiruar në çdo front. Për sa i përket pastaj zgjedhjes politike, nuk duhet të harruar veçantia e Trump. Kush janë objektivat e Trump? Objektivat e Trump real është mos ketë armë bërthamore, mos ketë raketa dhe mos ndërhyj tek, po themi, nëpërmjet proksive. Që do të thotë, në qoftë se arrin të marrë një fitore të tillë,
në kuptimin që e ka fituar. Ai mund të thotë, unë luftova, bëra gjithë këtë fushat të madhe, populli nuk u ngrit. Atëherë ju vazhdoni, unë e mora këtë timen dhe miru pafshim. Pra, ekziston dhe kjo mundësi me Trump për mënyrën se si Trump e shikon politikën e jashtme. Por, për momentin, duket sikur më tepër është opcioni i ndryshimit të regjimit. Për ta mbyllur, pavarësisht se është zgjedhur tani që ne flistim edhe lideri i suprem djali i Ali Khameneit, Moshtaba Khamenei, unë mendoj që vazhdon fuqia të ngelet në duart e Laridxhanit për momentin, sepse si lider i ri, ky duhet pa kohë që po themi të konsolidojë atë hierarkinë dhe strukturën e pushtetit, dhe Laridxhani ka qenë i vijës së ashpër, jo negociata. Prandaj them që çdo gjë më pak se ndryshim regjimi për SBA-n nuk mund të konsiderohet fitore. Edhe pse mund ta bëjnë Iranin shosh, literalisht me raketa. Ndryshimi i regjimit është ajo që do të konsiderohet fitore, prandaj unë e shtrova që në fillim të emisionit për ta mbyllur këtë pikpyetjen e madhe që a e kanë menduar mirë strategjikisht këtë gjë? Ju falenderoj shumë që ishit mbrëmjen e sotme në Quo Vadis. Faleminderit ju që na keni ndjekur. Bashkë takojmë të njëjtën në orën 21. Natë e mirë.